Të shkos në ruar, mirë mama dhe mirë se vini në neutralin e radhës. Sonde misafir i emisioni debativ neutral, zëvendës kryeministri i Qeverisë Republikës Maqedonisë, Abdulaqim Ademi. Mirë mama dhe mirë se erdhët. Mirë mama dhe mirë se u gjithë. Para se të fillem bisedën me ju, zoti zëvendës kryeministër, unë do t'i ftoj teleshikuesit, pasi edhe ju, teleshikues nderuar, mund bëni pjesë e këtij emisioni, gjithsesi me shtrimin e pyetjeve drejtuar misafirit, edhe atë pyetjet mund t'i bëni në formë të mesazheve të shkruara, edhe atë i bëni në numrat të telefonit 070145233 dhe 075145233. Unë para se të vazhdoj me misafirin, do të falenderoj, me thënë, sponsorët e këtij emisioni, apo ata të cilët janë përkujdesur për pamjen e kësaj studio, me thënë Ndërmarrjen Hamza Company, të cilët janë distributor general të tepihëve Baharje dhe të mobiljeve ekskluzive Alfema. Dhe njëkohësisht do të falenderoj edhe ndërmarrjen apo konfeksionin e modës Satex, të cilët vazhdimisht përkujdesen për veshjen time. Zoti zëvendës kryeministër, ju keni agent të ngjeshur, besoj. Shumë shpejt jeni kthyer nga Brukseli. Disa nga opinioni, do ta them kështu, ose disa parti opozitare këtu në Republikën e Maqedonisë thanë që ju shkonin në Bruksel vetëm që të mbuloni apo si pjesë e maskës që Republika e Maqedonisë e paraqet para ndërkombëtarëve, kurse në fakt nuk janë të përmbushura obligimet ndaj shqiptarëve, apo mund ta themi edhe ndaj marrëveshjesorit. Është, domethënë, më e freskët edhe për opinionin edhe për ju që ishi, domethënë, në vizitë zyrtare në Bruksel. Për çfarë u diskutua atje? Ne ishim, domethënë, në Bruksel me ftesë të Parlamentit Evropian, ku në Komisionin për Politikë të Jashtme pranë Parlamentit Evropian diskutohej draft të raporti, ose përgatitja e raportit që raportuesi për Republikën e Maqedonisë, eurodeputeti Mejer, e përgatit ta prezentoj pas 2 muajsh këtu në Maqedoni dhe në Parlamentin Evropian. Sigurisht që ne kishim edhe prezentim para deputetëve, para eurodeputetëve, dhe ne prezentuam planin aksional, të cilin plan e kemi përgatitur në bazë të rekomandimeve të progres raportit, i cili u prezentua në nëntor për raportin 1 vjeçar për Republikën e Maqedonisë, dhe ne të gjitha vërejtjet të cilat ishin të përmendura në raportin e Këshillit të Evropës për Maqedoninë i kemi akomoduar në një plan aksional për të implementuar në vitin në vijim. Sigurisht që ky plan aksional në vete përmban të gjitha ato kriteriume që duhet Maqedonia të plotësoj, janë të parapar edhe afatet për deri kur duhet të plotësohen, dhe sigurisht afatet janë të caktuara në atë mënyrë që ne në mënyrë kualitative dhe t'i plotësojmë ato kriteriume. Vizita jonë ishte atje dhe ishte, mund të quaj, e suksesme, pa marrë parasysh se çka thonë të tjerët, ata kanë të drejtën e tyre demokratike që të kritikojnë dhe të japin vlerësimet e tyre. Mirë po, unë edhe para përfaqësuesve të vendeve të Bashkisë Evropiane, me të cilët patëm takim të veçantë, prezentova situatën rreth implementimit marrëveshjesorit, dhe sigurisht para atyre prezentova atë që ne kemi arritur të bëjmë për 7 vite, sepse unë nuk e konsideroj që duhet të prezantojmë vetëm pjesën për cilën ne kemi arritur për 3 muaj ose 4 sa jemi në qeveri, por prej momentit kur është implementuar ka filluar të implementohet marrëveshjesoret e deri më sot, dhe cilat janë projekcionet për vitin e ardhshëm dhe vitet në vijim. Është një periudhë 7 vjeçare pas nënshkrimit marrëveshjesorit, ku ne edhe mund të japim vlerësime rreth implementimit të saj, efektet eventuale pozitive ose negative e kështu me radhë. Në përgjithësi konsideroj që marrëveshjesorit pas 7 vitesh ka arritur ta stabilizoj vendin, ka arritur të përmirësoj statusin juridik dhe politik të shqiptarëve në radhë të parë në Republikën e Maqedonisë, ka arritur të ndërtoj mirëbesimin mes bashkësive etnike, ka arritur ajo që është më rëndësishme ta demokratizoj Maqedoninë, dhe sigurisht që i ka ndihmuar Maqedonisë edhe në procesin e saj për integrim në Bashkimin Evropian dhe NATO, sepse tani më publikisht dihet që
njëri nga kushtet kryesore të cilin Maqedonia do duhet edhe ta plotësojë është edhe implementimi i plotë i marrëveshjes së Ohrit. Për gjithë ata të cilët kanë dilema, por edhe për ne si sekretariat për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, edhe si qeveri, ne jemi duke përgatitur një analizë të thellë për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Çfarë dëshirojmë të arrijmë me këtë analizë? Në radhë të parë dëshirojmë të analizojmë të gjitha ligjet, të cilat burojnë nga marrëveshja e Ohrit dhe janë miratuar nga Parlamenti i Republikës Maqedonisë, se sa ata ligje implementohen në praktikë, sa ata ligje janë në frymën e marrëveshjes së Ohrit në radhë të parë dhe sa ja kanë arritur qëllimin për cilin janë implementuar, janë miratuar dhe qëllimin për cilin edhe janë diskutuar në Ohër. Dëshirojmë që nëpërmjet kësaj analize, do të thënë të arrijmë deri te defektet eventuale, eventualisht të ndonjë ligji i cili nuk implementohet në praktik, të identifikojmë problemet, pse ato nuk implementohen, ku është defekti, është tek zgjidhjet personale të titullarit i cili udhëheq institucionin, janë mungesa e mjeteve financiare, janë defekti ndonjë neni, eventual ndonjë dispozite të ligje, kështu me radhë. Do të thënë pa dashur tani të jap vlerësim rreth kësaj analize, sepse analiza është në fund në përpilim e sipër dhe ne këtë do ta prezantojmë në një konferencë në mes të janarit. A keni hasur në diçka që bën obstruksion konkretisht në ligjet e sjellura dhe ju ka lind si ide që të bënin një rishikim të sërishëm të këtyre ligjeve? Unë e thash edhe më herët, tani nuk dua të jap ndonjë vlerësim, edhe pse ne kemi informata paraprake. Mirë po këtë dua t'ja lë analizës, e cila është e përgatitur, atë dëshiroj ta theksoj, përgatitet nga ekspert të pavarur, të cilët nuk janë të inkuadruar në parti politike, janë në institucione të ndryshme, qoftë shtetërore ose jo qeveritare, dhe pjesë e tyre janë... Qeveria e ENKA-s i ka angazhuar? Sekretariati për implementim të marrëveshjes së Ohrit i ka angazhuar, domethënë ne kemi ndarë këtë në 4 sfera. Pjesa e parë është ndërtimi i shtetit, domethënë sistemi juridik i shtetit, duke filluar nga kushtetuta dhe ligjet e miratuara. Pjesa e dytë është decentralizimi. Pjesa e tretë është arsimi, kultura, shëndetësia e kështu me radhë, dhe pjesa e katërt është përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. Dhe për të gjitha këto segmente do të kemi analiza të veçanta dhe këto, ashtu siç përmenda më herët, në bashkëpunim me OSBE-n do të prezantohen në një konferencë në Shkup. Dhe dëshiroj të theksoj këtu që ne bëjmë gjithashtu edhe një anketë për marrëveshjen e Ohrit, bëhet nga Instituti për Demokraci në Shkup, dhe pavarësisht janë rreth 40 pyetje që kanë të bëjnë me marrëveshjen e Ohrit prej vitit 2001 deri më sot. Sa ajo marrëveshje, domethënë atë që përmendëm më herët, i ka arritur efektet për cilat është implementuar, si e pranojnë qytetarët. Cili është bëhet me qytetarët? Me qytetarët, dhe është anketë e cila bëhet në terren, jo nëpërmjet telefonit, dhe besojmë që do jetë një anketë kualitative, rezultatet e para i kemi, dhe tani për tani shkruhet edhe analiza në bazë të rezultateve të cilat ne i posedojmë. Rezultatet e para janë se në përgjithësi ka ndryshuar bindja tek maqedonasit, që është shumë e rëndësishme që marrëveshja e Ohrit ka arritur të ndihmoj Maqedonisë, jo ta pengoj siç ka menduar, dhe ajo që është më me rëndësi, ata tani më kanë bindjen se marrëveshja e Ohrit nuk ka qenë vetëm për shqiptarët, sepse ashtu u perceptua në fillim që kjo marrëveshje është vetëm për shqiptarët, dhe përsëri do të theksoj që edhe këto rezultate dëshiroj t'ja lëm prezantimit final, të cilin do ta bëjmë në mënyrë solemne në Shkup. Kurse ne jemi drejt për së drejti me emisionin debativ neutral, dhe ju teleshikues të nderuar, gjithashtu mund t'i parashtroni pyetjet zëvendës kryeministrit mysafirit të sonshëm, pra Abdulaqim Ademit, dhe pyetjet i bëni në formë të mesazheve të shkruara, dhe i bëni në numrat e telefonit të cilat unë besoj se i keni në ekranet tuaja. Janë bërë 7 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit, dhe marrëveshja e Ohrit disi gjatë të gjithë këtyre 7 viteve është bërë si objekt manipulimi, mund t'i them kështu, domethënë partitë politike shqiptare dhe ato maqedonase, varësisht nga pozita e tyre, ashtu e kanë bërë edhe komentimin. Ju përmendët se sa dhe si mendoni ju se është dhe çfarë ka arritur deri tani marrëveshja e Ohrit, dhe me rastin e manifestimit të 7 vjetorit nënshkrimit të kësaj marrëveshje, ju deklaruat se 95% e kësaj marrëveshje është realizuar, që nga opinioni nuk u pranua, edhe u pranua pak me rezervë.
A mendoni se 95% të kësaj marrëveshje është nënshkruar dhe nëse mendoni se po, në çka e bazoni këtë? Dëshiroj këtu në radhë parë të theksoj diçka që 7 vjetori i nënshkrimit të marrëveshjesorit për herë të parë u festua nga ana e qeverisë, që ishte sigurisht një arritje dhe një tregues se si kjo qeveri do të qaset ndaj implementimit të kësaj marrëveshjesorit. Deklarata ime është keq përdorur dhe është keq interpretuar nga disa mediume, veçanërisht nga ato maqedonas. Unë shfrytëzoj rastin këtu që edhe një herë të sqaroj për opinionin më të gjerë, se kam deklaruar se sa i takon aspektit normativ dhe juridik. Mund të themi se marrëveshja e orit në pjesën më të madhe është edhe realizuar. Që do të thotë nga pjesa praktike, domethënë. Që do të thotë ajo që shkruhet në marrëveshjen e orit është implementuar në kushtetutë, sepse kushtetuta e Republikës Maqedonisë u ndryshua si pasojë e nënshkrimit të marrëveshjes së orit, dhe janë miratuar një numër shumë i madh i ligjeve si pasojë e nënshkrimit të marrëveshjes së orit. Dhe në shikuar nga ky aspekt mund të themi se është implementuar pjesa normative dhe juridike. Mirëpo pjesa e implementimit të këtyre ligjeve dhe pjesa e implementimit në praktik të marrëveshjes së orit është proces i cili nuk mund të kufizohet me periudhë dhe nuk mund të thuhet se është dhe nuk mund të jepën vlerësime në përqindje se sa është implementuar. Proceset politike dhe veçanërisht procesi implementimit të marrëveshjes së orit nuk mund të matet me përqindje. Dhe këto janë proceset të cilat maten me vlera kualitative. Dhe derisa ekziston kjo kushtetutë, e cila është ndryshuar siç tham nga marrëveshja e orit, derisa ekzistojnë ligjet, të cilat janë si pasojë e marrëveshjes së orit, ne mund të themi se marrëveshja e orit implementohet. Dhe derisa ekzistojnë këto ligje, ajo do të implementohet, dhe kjo është proces i cili nuk ndalet dhe nuk mund të themi se do të përfundoj në vitin 2012 ose në vitin 2010, sepse ajo do të vazhdoj me implementim. Dhe shpesh herë, edhe sa i takon përfaqësimit drejt, shumica e politikanëve e përdorin këtë vetëm si shifër, si numër, dhe thonë është arritur një përqindje e caktuar dhe mund të konstatojmë se është implementuar. Mirë, po nuk është ashtu, sepse frima e marrëveshjes së orit nuk është vetëm shifër, nuk është vetëm sa i takon përfaqësimit drejt. Ajo nënkupton edhe diçka tjetër. Ajo nuk kupton se sa shqiptarët dhe të tjerët e ndjejnë institucionin si të tyre, sa ata i besojnë, sa janë lojal ndaj këtij shteti e kështu me radhë. Më thënë, qëllimi kur është vendosur që të ketë përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe kur është shkruar në marrëveshjen e orit, nuk ka qenë që aty të inkuadrohen pjesëtarët e bashkësive etnike vetëm me një përqindje dhe aty themi se ka përfunduar gjithçka. Por do të jetë edhe pjesa kualitative, pjesa në vendet udhëhecse e kështu me radhë. Më thënë, a pajtoni ose a mban qëndrimi se partitë politike, sidomos ato shqiptare, varësisht nga pozicioni i tyre, ashtu edhe sillen ndaj marrëveshjes së orit, kushtimisht do ta themi kështu. Praktika e deritanishme ka treguar se disa parti politike sillen varësisht nga pozicioni në cilën ndodhen edhe sillen ndaj marrëveshjes së orit. Kur janë në pushtet atë e konsiderojnë dhe e shfrytëzojnë për pojena politik, kur janë në opozitë të shpallin të vdekur, e shpallin të paqen e kështu me radhë, kurse Bashkimi Demokratik për Integrim pre fillimit ka theksuar dhe vazhdon të theksojë se marrëveshja e orit duhet të implementohet deri në fund dhe është marrëveshje paqësore, e cila arriti të përmbyll një konflikt dhe e cila ashtu siç theksua më herët përmisoj statusin juridik dhe politik të shqiptarëve dhe ne gjithmonë kemi reaguar kur është cënuar marrëveshja e orit dhe kur nuk është respektuar ajo. Në vitin 2006 ne publikisht reaguam kur u formua koalicioni atëhershëm dhe paralajmëruam se në këtë mënyrë do të shkilet marrëveshja e orit, shkilen parimet bazë të asaj marrëveshje dhe pastaj reaguam edhe kur filloi manipulimi me komitetin për marrëdhënien ndëretnike, kur brenda natës një deputete ndryshoi përkatësinë e saj etnike vetëm për të krijuar një shumicë në atë komitet dhe për të manipuluar me atë komitet. Pastaj reaguam edhe në formimin e komitetit, reaguam edhe në disa raste tjera kur marrëveshja e orit u shkel në mënyrë drastike. Prandaj
në mënyrë konstante, në mënyrë permanente ne kemi përkrahur implementimin e marrëveshësorit dhe ndaj kësaj marrëveshje jemi sjellur në mënyrë pa marrë parasysh se kemi qenë pozitë ose opozitë, jemi sjellur në mënyrë korrekte dhe kemi patur një qëndrim. Ashtu. Kur bie fjala te përfaqësimi adekuat i shqiptarëve në për institucionet e ndryshme, para disa ditëve ministri aktual i mbrojtjes tha se për sa i përket dikasterit të tyre, domethënë mbrojtjes, përfaqësimi i shqiptarëve është arritur apo i nacionaliteteve është arritur, një gjë u demantua apo reaguan gati se gjithë deputetët shqiptar. Sa është realizuar në atë dikaster, pasi që opinioni tani e ka më të freskët si rast. Dhe në përgjithësi, domethënë, përfaqësimi adekuat i shqiptarëve. Përfaqësimi drejt dhe adekuat, prej vitit 2002 deri më sot ka lëvizje pozitive dhe këtë nuk mund ta mohoj. Sepse në vitin 2002 nëse ka qenë 3% përfaqësimi i shqiptarëve, në vitin 2006 ne e lam me 17%, pastaj e gjetëm me 16% dhe tani me punësimet e reja që bëhen, kjo përqindje do të jetë më e lartë. Dhe përfaqësimi i drejt nga viti 2002 në disa sektor ka shënuar, ka pasur rritje të konsiderueshme dhe veçanërisht në sektorin e mbrojtjes dhe të policisë. Sepse në këtë sektor ka qenë edhe prioriteti kryesor pas nënshkrimit marrëveshësorit, sepse janë sfera të ndjeshme, janë sfera të sigurisë ku edhe qasje më të vogël kanë pas shqiptarët dhe aty edhe kanë shënuar një progres më i konsiderueshëm dhe përqindja ka qenë më e mirë. Tani, përqindja ka qenë më e mirë në ushtarët profesional, në oficer, dhe pak më e mirë tek oficerët. Dhe kjo, ashtu si theksova edhe më herët, nuk do të thotë se ne kemi arritur një përqindje dhe këtu ka përfunduar marrëveshja, përfaqësimi i drejtë në atë dikaster konkretisht, por do duhet vazhdohet me avansimin e atyre kuadro në vende udhëheqëse, në general shtab, në strukturat e ushtrisë e kështu me radhë. Kur jemi te përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, unë dëshiroj këtu të theksoj që ne kemi arritur të hapim 2 konkurse në 100 ditëshin e parë. Konkursi i parë për pranimin e 240 administratorëve ka përfunduar. Unë para 2 ditësh edhe kam nënshkruar vendimin për pranimin e tyre, dhe shumë shpejt ata do t'i pranojnë vendimet në për adresat të cilat i kanë lënë. Tani është në rrjedh konkursi i ditë për 330 administratorë. Dhe pamë që ka një interesim shumë të madh. Këtë desha të theksoj. Interesimi është shumë i madh. Mirë, po këtu do duhet të shihet edhe sepse ne kemi analizuar pse gjithë ky interesim. Në vitin 2007, derisa në pushtet ishte Partia Demokratike Shqiptare dhe kur ata e konsiderojnë kulmin e përfaqësimit drejt dhe kulmin e implementimit marrëveshësorit, kanë arritur të punësojnë vetëm 417 shqiptarë. Do thënë për një vit 417 shqiptarë. Në vitin 2008 derisa ishin pushtet asnjë, kurse ne prej muajit gusht deri më sot kemi 570 punësime. Dhe atë që ne kemi analizuar është se në konkurset kur Partia Demokratike Shqiptare ka qenë në pushtet, interesimi ka qenë shumë i ulët. Dhe të gjithë, domethënë atë kohë kanë ditur se edhe nëse konkurrojnë nuk do të pranohen, sepse Chelsea ka qenë Chelsea partijak dhe urdhrat partijake, cilët do të pranohen dhe cilët jo. Dhe tani kur ne dëshmojmë të kundërtën se në punë mund të pranohet secili i cili plotëson kriteriumet dhe Chelsea nuk është libreza partijake, interesimi i shqiptarëve për të konkurruar në radhë të parën shumë i madh. Dhe për 330 vende kanë konkurruar 8000 shqiptar, 8000 kandidat, që për ne është një numër shumë i madh, është numër i konsiderueshëm dhe numri më i madh i tyre janë me fakultet. Mirë, po do të theksuar që numri ose papunësia nuk ulet vetëm në administrat, do duhet sigurisht që ne angazhojmë edhe për hapjen e vendeve të punës në industri, në ekonomi, në thithjen e investimeve kështu me radhë. A kur tha që është konkursi dytë, domethënë. Planifikonin të ardhmen edhe konkurse tjera? Po ne për vitin e ardhshëm kemi Si sistematizoni ato? I përfshini në vendet ku janë më pak të përfaqësuar shqiptarë? Po në bazë të analizave që ne i rifreskojmë çdo muaj, ne konstatojmë se ku ka më pak shqiptarë dhe pjesëtar të tjerë të bashkësive etnike dhe është komiteti i cili e udhëheq unë,
ku janë 2 nënkretarët tjerë të qeverisë, dhe ne pastaj caktojmë se kush ku do të shpërndahet. Për vitin e ardhshëm gjithashtu kemi parapar punësime dhe sigurisht që në fillim të muajit shkurt do të ketë edhe një konkurs të ri ku do të mund të pranojmë edhe punëtor të ri. Ashtu. Përsa i përket marrëveshjes së orit, pastaj do të kalojmë edhe në pika tjera. Përsa i përket marrëveshjes së orit, njëra nga partitë politike, konkretisht Partia për Prosperitet Demokratik, ka paralajmëruar se në kongresin e saj që ta mbajë më 20 dhjetor, do të kërkojë revidimin e marrëveshjes së orit. Atë dihet, është e njohur se Partia për Prosperitet Demokratik është njëra nga nënshkrueset e marrëveshjes së orit. Për çfarë arsye mendoni se mund të kërkohet revidimi i marrëveshjes së orit dhe është e mundur? Që në kohën kur Beogradi kërkon të revidoj marrëveshjet e arritura me NATO e kështu me radhë, besoj se është shumë jo serioze të kërkosh në këtë kohë revidim të marrëveshjes së orit. Dhe revidim të marrëveshjes së orit nuk mund të bëhet ashtu siç kërkojnë ata. Dhe mendoj se është një devalvim i proceseve politike kur një parti minore tani më ta quajmë, e cila ishte para shkatrimit, kërkoj të revidohet një dokument paqësor i cili dihet se si është arritur. Rreth të parë unë mendoj se ne si shqiptar do duhet të kërkojmë implementimin e plot të kësaj marrëveshje. Dhe këtu jemi unik dhe këtu të gjithë të përkrajmë njëri tjetrin. Dhe atëherë kur konsiderojmë se dispozitat të kësaj marrëveshje po cënohen, po shkilen, atëherë të reagojmë të gjithë bashkërisht dhe të përmirësojmë diçka. Pa u implementuar deri në fund, mendoj se është jo serioze të konstatohet dhe të kërkohet diçka tjetër përposa asaj që është nënshkruar në OHR, sepse pas kësaj marrëveshje qëndrojnë faktorin ndërkombëtar, fuqishëm qëndron, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkësia Evropiane, të cilët qëndrojnë pas kësaj marrëveshje deri në fund dhe garantues të kësaj marrëveshje. Dhe shumë mirë ecte puna deri në vitin 2006 apo 2007 diku Maqedonia edhe fitonte lëvdata dhe ecte përpara duke u bazuar ndërkombëtarët në zbatimin dhe implementimin e marrëveshjes së orit, dhe raporti i fundit i Komisionit Evropian zhgënjës për Maqedoninë. Përveç shumë pikave nga ato të cilat nuk janë realizuar, me thënë ka qenë edhe mungesa e dialogut dhe mos organizimi i zgjedhjeve fer dhe demokratike. Fillimisht dua të më thoni për atë se pse mungon, vazhdon, unë konsideroj se vazhdon mungoj dialogu politik, sidomos të shqiptarët, dhe pastaj do të kalojmë në zgjedhjet. Dëshiroj të them 2-3 fjalë për progres raportin. Po. Ajo që ne duhet kuptojmë këtu në Maqedoni, edhe qytetarët, por edhe ata që udhëheqin me politikën, por edhe ata që udhëheqin shtetin, është që progres raportin e shkruajmë ne vetë. E gjitha ajo që ndodh në Maqedoni shkruhet në raport. Dhe të gjitha veprimet që ne i bëjmë këtu shkruhen në raport. Dhe nuk mund të themi që raporti edhe pse shkruhet nga përfaqësuesit e Bashkisë Evropiane në Shkup, se ata e shkruajnë, por e shkruajmë ne vetë. Me veprimet tona, kuptohet. Dhe atë do duhet ne ta kuptojmë dhe e gjitha ajo që thuhet aty me rekomandime duhet kuptohet si pozitive, si qëllim mirë që ne të përmirësojmë sjelljet tona, të përmirësojmë vendimet, të përmirësojmë punën tonë dhe të shërbejë si udhërrëfyes për vitin e ardhshëm. Dhe derisa nuk e kuptojmë kështu, do të kemi problem me vetveten, dhe pastaj do të kemi problem edhe me përfaqësuesit e Bashkisë Evropiane këtu. Ne këtë kështu e kuptojmë dhe prandaj atë që përmenda më herët, ne kemi përgatitur edhe planin aksional të cilin sot edhe prezantuam para ambasadorëve të NATO-s dhe Bashkisë Evropiane këtu në Shkup. Dhe kemi parapare edhe dinamikën me cilën do të realizohet. Sigurisht në progres raport përmendet edhe mungesa e dialogut politik. Dhe duhet ta kemi parasysh që raporti është nga nëntori i vitit 2007 deri në nëntor të vitit 2008. Dhe në atë kohë ne ishim parti opozitare dhe sigurisht që në atë kohë mungonte dialogu politik. Dhe ju kujtohet edhe juve dhe opinionin se her pas here organizoheshin edhe takimet e liderëve, të cilët
fillimisht filluan edhe ta përmirësojnë imazhin se në një farë mënyrë që filloi të funksionojë dialogu politik. Pas zgjedhjeve të vitit 2008, dialogu politik është dukshëm i përmirësuar. Në Parlamentin e Maqedonisë funksionojnë grupet parlamentare të cilat çdo të hënë kanë edhe koordinim të rregullt, ku merr pjesë edhe një përfaqësues i qeverisë në ato koordinime. Ka takimet liderëve të cilët takimi i fundit ishte për ndryshimin e kushtetutës në pjesën për zgjedhjen e presidentit dhe kodit zgjedhor, për cilat jemi dëshmitar se edhe kodi zgjedhor, edhe ndryshimet kushtetuese, por edhe përbërja e Komisionit Shtetëror Zgjedhor kaloi ashtu siç u morën vesh në takimin e liderëve, dhe mund të konsiderojmë që dialogu politik funksionon dhe ka një përmirësim të dukshëm. Ajo që është vërejtje kryesore në progres raportin janë incidentet zgjedhore. Po. Edhe këtu ne kemi marrë një obligim shumë të madh. Dhe që zgjedhjet e ardhshme të jenë të lira, demokratike, që të mundsojmë të gjithë qytetarëve, të cilët dëshirojnë të dalin dhe të votojnë, të dalin dhe të japin votën e tyre ashtu siç ata e kanë bindjen, në mënyrë të lirë pa asnjë ndikim, pa asnjë pengesë. Incidentet zgjedhore botërisht dihet se kush i bëri, si i bëri, cilin e dënohen pastaj edhe votuesit, ku u përsëritën zgjedhjet e kështu me radhë. Unë mendoj që ky zgjedhjet e fundit janë një moment shumë i rëndësishëm, që ne të nxjerrim një mësim se si nuk duhet të veprohet. Zgjedhjet e ardhshme janë një test shumë i rëndësishëm për Republikën e Maqedonisë, janë një test për institucionet, janë një test për demokracinë në Maqedoni. Në fund të fundit, demokracia e një vendi mbatet se sa ai vend arrin të organizojë zgjedhje të lira dhe demokratike, se sa ai vend u mundson qytetarëve të saj që ata të shprehin vullnetin e tyre politik në zgjedhje të lira dhe demokratike. Dhe alternativë tjetër për Maqedoninë nuk ka. Ne kemi marrë për obligim që të organizojmë zgjedhje të lira dhe demokratike, dhe në asnjë mënyrë të mos tolerojmë që struktura të ndryshme shtetërore të ndikojnë në procesin zgjedhor, të ndikojnë në kampanjën zgjedhore, të keq përdoren mjete buxhetore e kështu me radhë. Prandaj e përmenda edhe më herët, zgjedhjet e fundit janë mësim se si nuk duhet të veprohet, ndash me policinë, ndash me organet zgjedhore, ndash me kampanjën, ndash me finansimin e partive politike e kështu me radhë. Në raportin e fundit të Komisionit Evropian, gjithashtu u përmend edhe sjellja e ligjeve në mënyrë të përshpejtuar, do të thënë në kohën që i sollën disa ligje, një ndër ligjet që u sollën me procedurë të atill ishte edhe ligji për përdorim të gjuhëve, të cilët e flasin më shumë se 20% të popullatës maqedonisë. Çka do të ndodhë me ato ligje? Rekomandimet e ndërkombëtarëve janë që të ndëgjohen edhe vërejtjet e opozitës. Ata ligje janë ligjet që janë miratuar. Ne mund të konstatojmë se janë miratuar dhe janë fuqi, janë shpallur në gazetën zyrtare dhe si të tilla ata edhe duhet të respektohen. Mund të kontestohet pse opozita në atë kohë nuk ishte në parlament, ligjet u miratuan me procedurë të përshpejtuar. Mirëpo ato janë ligje në fuqi, janë ligje të cilët janë miratuar në bazë të rregullores të parlamentit dhe si të tilla edhe duhet të zbatohen. Tani shihni edhe vetë që ligje të tilla nuk propozohen në parlament, domethënë shkohen në procedurë të rregullt. Pastaj rregulloria e parlamentit është edhe ndryshuar. Ka procedurë të re për miratimin e ligjeve. Ligjet fillimisht kalojnë nëpër komisione. Lezimi i parë dhe i dytë dhe pastaj shkojnë i treti shkon në parlament, amendamentet lexohen nëpër komisione kështu me radhë, domethënë ka një procedurë tjetër e cila është procedurë më efikase për miratimin e ligjeve. Dhe kjo rregullore mundson që ligjet të kalojnë në disa faza nëpër komisione dhe aty të zhvillohet debati në përgjithësi. Ashtu. Për sa i përket ndryshimit të kodit zgjedhor, cilat janë ndryshimet të cilat vlen që të përmenden, njëkohësisht kurse unë dua të potencoj uljen e cenzusit, domethënë për zgjedhjen e kryetarit të shtetit.
cilat është risi kjo, është mirë ose është keq, me thënë. Ka tani spekulime mund t'i konsiderojmë se do të humbë legitimitet kryetari, pasi që në një numër shumë i vogël i qytetarëve do të duhet të votojnë një kryetari cili do të thirret në emër të gjithëve pastaj. Po në moment kur u hap diskutimi për ndryshimin e kushtetutës, në pjesën për uljen e cenzusit, për zgjedhjen e kryetarit të shtetit në raundin e dytë, ne si parti politike kemi pasur qëndrim që ai cenzus të mos ulet për shumë arsye, sepse mund të vi situata që një bashkësi etnike të zgjedh presidentin pa pasur ndikim bashkësi tjera etnike, dhe në këtë mënyrë do të ndodh kontestimi i legitimitetit të presidentit të ardhshëm në aspektin etnik, që për situatën në Maqedoni, për rrethanat në Maqedoni është i rrezikshëm. Sepse deri tani ka ndodhur kontestimi në baza politike. Jemi dëshmitar që për shembull LSDM-ja nuk e pranonte legitimitetin e ish presidentit. Me dy opsionet Maqedonas, po. Po VMRO-ja nuk e pranon legitimitetin e... Po edhe ndikimi i shqiptarëve përse këtë zgjedhjes së kryetarit. Presidentit aktual, por ajo që thash unë do të kontestohet në bazë etnike është që përveç maqedonasve, të tjerët ndoshta edhe nuk do të kishte nevojë që të dalin dhe të votojnë, dhe kontestimi në bazë etnike është i rrezikshëm për Maqedoninë, dhe ndikimi i shqiptarëve do të ishte shumë i ulët. Prandaj ne konsideruam që edhe me 40% nuk humbet legitimiteti, ndikimi i shqiptarëve do të jetë përsëri dhe shqiptarët do të mund ndikonin nëpërmjet zgjedhjeve të lira dhe demokratike se cili do të jetë presidenti i ardhshëm, dhe ai president të ndjetë presidentit të gjithë qytetarëve të Republikës Maqedonisë pa marrë përkatësinë e tyre etnike. Përsa i përket votimit diasporës në zgjedhjet parlamentare? Po kodi zgjedhor ka pësuar disa ndryshime përveç cenzusit, është edhe votimi i diasporës ku do të ketë 3 përfaqësues. Ashtu, 3 deputet do të kenë mundësi të kenë diaspora, po. Është definuar, domethënë, këto dispozita do të vlejnë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe për zgjedhjet e ardhshme presidenciale, jo për të vitit 2008. 2009. Të vitit 2009 dhe qytetarët të cilët punojnë jashtë dhe jetojnë jashtë Maqedonisë, do të mund të votojnë në për... A mund të organizohen zgjedhjet dhe sa i kushtojnë Maqedonisë? Sigurisht që kushtojnë, mirë po është e drejtë kushtetuese dhe obligim i qytetarëve të Maqedonisë që të votojnë. Mirë po këtu ka procedurë. Secili i cili jeton jashtë shtetit dhe është i regjistruar në regjistrin e votuesve në Maqedoni do të mund të votojë, jo edhe ata që nuk janë të regjistruar. Dhe ata duhet të paraqiten në përfaqësitë konsulare diplomatike në Maqedoni se janë të interesuar për të votuar dhe aq fleta votuese do të shkojnë në një përfaqësi diplomatike aq sa janë edhe paraqitur. Që është parapar të funksionojë gjithë. Po. Kështu është parapar, ka ndryshime pastaj në finansimin e partive politike, në transparencën rreth burimit se si finansohen partitë politike për kampanjën zgjedhore. Ajo ka qenë edhe deri tani rregulluar me ligj, sa kanë qenë transparente. Dhe duhet sigurisht partitë politike të dorëzojnë raporte edhe tek enti shtetëror për revizion, edhe tek parlamenti, edhe tek komisioni shtetëror zgjedhor, dhe ai raport të jetë transparent, të jetë edhe në webfaqen e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Janë edhe masat disciplinore ose ndëshkuese për ata të cilët do të eventualisht do të bënin shkelje të ligjit ose incidente në zgjedhje të lira. Dhe në përgjithësi ne sigurisht kemi pasur qëndrim kundër dhe vazhdojmë të kemi për vendet e rezervuara për bashkësitë etnike, sepse konsiderojmë që në një farë mënyre po ajo edhe të rrezikimi i parimit bazë të marrëveshësorit është që është parimi i votimit të dyfisht ose siç njihet në opinion parimi i badenterit, sepse në atë mënyrë rritet në mënyrë artificiale përfaqësimi i bashkësive më të vogla etnike, karshi shqiptarëve, dhe mund të rrezikohet votimi i dyfisht, mund të rrezikohet edhe keq përdoren ata për qëllime politike. Prandaj në këtë fazë derisa jemi në këtë situatë në Maqedoni, jemi kundër, ndoshta në një të ardhme
mund të diskutohet dhe mund të gjinden modele tjera. Të gjitha këto, dhe me thënë, kanë qenë marrëveshje që janë bërë gjatë takimit të 4 kryetarëve të partive më të mëdha. Unë do t'i lutem teleshikuesi që të mos dërgojnë më pyetje, ashtu më bëjnë me dije nga regjia që ka arritur një numër i madh i pyetjeve dhe ne nuk do të kemi në mundësi pastaj të përgjigjemi të gjithave. Zoti Ademi, si funksionon koalicioni qeveritar, sa jeni të kënaqur nga gjithë kjo? Dua ta përmends, thjesht dua ta përmends, marrëveshja fillestare ka qenë që marrëveshja e koalicionit ka qenë që ligjet të cilat të kanë të bëjnë me apo i tangojnë shqiptarët, që mund ta them, të mund të realizohen ka fundi apo në thënë kur të vi fundi i mandatit 4 vjeçar. Si funksiononi si koalicion? Sa jeni të kënaqur nga gjithë kjo? Por kjo periudhë 4 mujore, tani më ne jemi futur edhe në muajin e 5, besoj se është një periudhë mjaftueshme për të dhënë një vlerësim të përgjithshëm, por jo periudhë mjaftueshme për të dhënë vlerësim konkret si funksionon, sa kemi besim, sa ku ka probleme, ku nuk ka probleme, e kështu me radhë. Ajo që dëshiroj të theksoj këtu është që më e rëndësishmja për Maqedoninë dhe për shqiptarët është që u arrit që të respektohet vullneti politik i shqiptarëve, atë që cilën ne e kontestuam në vitin 2006. Dhe koalicioni përbëhet nga 2 subjekte politike, bartëse të legitimitetit, ashtu fituese të zgjedhjeve të fundit, të komunitetit maqedon dhe atij shqiptar. Dhe ky koalicion ka një legitimitet të plot etnik, politik, ka shumicë parlamentare, 2/3, që do të thotë mund edhe të implementoj politikat, cilat edhe programet zgjedhore dhe programin e qeverisë. Dhe sipas mendimit tim, 2 kanë qenë sfidat kryesore të këtij koalicioni. E para që ne jemi në koalicion ose jemi 2 parti politike në koalicion të cilat do të thoja për 6 vite me radhë kemi qenë në një luftë politike. Kemi kritikuar njëra tjetrën dhe kjo luftë politike 2 vitet e fundit, 2006-2008 ka qenë më e theksuar. Dhe të jesh, do të thënë, në një luftë politike dhe pastaj të arrish të bësh koalicion, sigurisht që nuk është punë e lehtë. Dhe sfida tjetër ka qenë që ne jemi futur në koalicion me një parti e cila paraprakisht ka qenë në qeveri dhe ka pasur një kontinuitet. Dhe në gjithë këtë periudhë e kemi shfrytzuar që të ndërtojmë besim në mes partnerëve të koalicionit, që të punojmë për të ndërtuar këtë besim, që ne si parti politike të arrim të konsolidohemi në për resorët të cilit i kemi, të ekipohemi, të adaptohemi dhe të kapim ritmin e punës. Dhe besoj që edhe për ndërtimin e besimit, por edhe për të dytën për të kapur ritmin, dinamikën e punës dhe ekipimit ne jemi mirë, është ndërtuar një besim mes partnerëve të koalicionit dhe ky besim duket në veprime konkrete. Me njëherë sa filloi koalicioni ne arritëm të miratojmë ligjin për përdorimin e gjumëve, që ishte një sinjal pozitiv. Me njëherë mbas koalicionit ne arritëm që të shënojmë për vjetorin e 7 marrëveshjes orit nga ana e qeverisë me mjete buxhetore. Në patronatin e qeverisë. Pastaj me njëherë arritëm që të hapim 2 konkurse për pranimin e 570 administratorëve të ri, pjesëtar të bashkësive etnike. Arritëm që të pranojmë pavarësinë e Kosovës, që është arritur për gjithë qytetarët, për gjithë Maqedoninë. Arritëm që të shënojmë 100 vjetorin e Kongresit Manastirit, që ishte një ngjarje besoj madhështore, jo vetëm për shqiptarët e Maqedonisë, por për shqiptarët e gjithë rajonit. Gjitha këto në patronazhin e qeverisë, që unë me gjitha këto që i përmendi, këto raste, që ka edhe shumë x raste tjera, me qëllim i përmendi për të theksuar që ne kemi arritur të ndërtojmë një besim, kemi arritur që bashkërisht të bëjmë projekte të mëdhaja, që nuk janë vetëm për shqiptarë. Me që këtu bëhet fjalë për një parti politike shqiptare e cila është inkuadruar në qeveri, të gjitha këto projekte
mund të konstatojmë se ne përsëri jemi me ndikim, kemi arritur që të bindim të tjerët të cilët dorën zemër kanë qenë skeptik, mirë po do duhet të kemi parasysh me qëndrimet cilat VMRO-ja i ka pasur nga viti 90 për shqiptarët. Duke filluar nga dhoma gazi, për fakulteti pedagogjik, për USHT, kemi arritur, pastaj për ligjin për përdorimin e gjumëve, qëndrimi i tyre ka qenë që nuk duhet të ketë ligj të veçantë, por kjo çështje rregullohet në mënyrë parciale në për gjitha ligjet. Do thënë për gjitha këto ne kemi arritur të ndikojmë, të bindim me argumente se kjo duhet të jetë kështu. Dhe kur jemi atë që përmenda edhe për 100 vjetorin e Kongresit të Manastirit, ne, domethënë me mjete buxhetore, me mjete nga buxheti qendror, arritëm që të renovojmë shtëpinë e Kongresit të Manastirit, shtëpinë e Alfabetit. Dhe ajo shtëpi do të shpallet shtëpi muze e Alfabetit dhe do të themelohet muze. Ka probleme pronësore me ish kryetarin? Ka probleme pronësore për cilat ne jemi të bindur se shumë shpejt do të zgjidhen, sepse kemi ofruar objekte tjera dhe ato objekte do të lirohen. Dhe ati do të themelohet muzeu i Alfabetit Shqip, që nuk është pak punë, sepse institucionalizohet një histori. Pastaj arritëm që manifestimin qendror për Kongresin e Manastirit ta bëjmë në Shkup. Dhe arritëm që t'i sjellim 2 kryeministra shqiptar, Berisha dhe Thaçi, dhe kryeministrin e Maqedonisë, të cilët patën edhe paraqitje para opinionit dhe të pranishmëve, dhe ati dëshmuam se ne mund të organizojmë edhe manifestime të tilla, dhe dëshmuam se mund të organizojmë edhe manifestime bashkëkohore. Nuk e mohoni se probleme ka, mirë po përsëri me punë. Shqiqo, nëse dikush thot që gjatë punës së tij nuk ka probleme, ai do besoj se nuk është i sinqert. Unë mund të theksoj për vete që prej fillimit, domethënë jam angazhuar ashtu siç edhe ministrat tjerë dhe të tjerët drejtora dhe kuadrët tona, angazhohemi maksimalisht në punën tonë, sigurisht që ka pengesa, mos t'i quaj pengesa, po ka probleme në punë, ka probleme të përditshme që ndodhin gjatë funksionimit dhe kjo është në suaza të normales. Dhe gjitha këto projekte që i përmenda dhe projekte që të ndodhin edhe vitin e ardhshëm me investime, unë harrova të përmend edhe investimet në për komunat, cilët ne nga buxheti qendror kemi ndarë mjete buxhetore komunave për investime kapitale, për ujësjellsa, kanalizime. Dhe gjitha këto bëhen, domethënë, me një harmonizim të plot në qeverinë e Republikës Maqedonisë. Dhe kjo për mua besoj dhe edhe për të tjerët lën të nënkuptosh se koalicioni funksionon dhe edhe në të ardhmen do të funksionoj. Unë nuk e parashrova këtë pa qëllim, më thënë. Të gjitha këto ju i keni përmend edhe kur keni bërë prezentimin e 100 ditësh të punës së qeverisë, mirë po dje konkretisht ndodhi një incident në orë, më thënë, në organizim të bashkësive të njësive të veçeverisjes lokale, u shënua 3 vjetori i themelimit të kësaj, apo funksionimit të decentralizimit, ku ministri dikasterial nuk ishte paraparë që të mbaj fjalim, dhe kryetarët nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, më thënë, protestuan, deshin të lëshojnë mbledhjen, me intervenim të ndërkombëtarëve nuk e lëshuan. Ishte e rastit kjo? Shqo, bashkësia e njësive të qeverisës lokale është organizat e komunave, dhe sinqerisht të them unë, ata e kanë organizuar dhe programin ata e kanë bërë dhe ne nuk kemi pasur asnjë ndikim si qeveri. Unë mendoj se është një lëshim i kësaj organizate. Tani ka qenë i qëllimshëm ose jo, unë në këtë moment nuk mund ta them, por ne jemi angazhuar që këtë si reagim edhe do ta bëjmë, sepse nuk është mirë kur organizohen evenimente të tilla ku do të bëhet një raport 3 vjeçar për procesin e decentralizimit, dhe duke patur parasysh decentralizimi si proces, jo vetëm i cili del nga marrëveshja e Ohrit, por si proces, si trend evropian, si proces i cili afron pushtetin më afër qytetarëve, shërbimet kualitative kështu me radhë. Besoj se nuk është mirë dhe kjo është
është gabimi pa falshëm, nëse është bërë me qëllim, dhe ajo që duhet të theksohet që procesi i decentralizimit duhet të vazhdoj, dhe sigurisht që duhet të vazhdoj ne me 22 dhjetor kemi takim pune, me bashkësinë e njësive të veçërisjes lokale, dhe më thënë kemi si qeveri. Si rrjedh procesi i decentralizimit? Si ka rrjedhur deri tani dhe si do të rrjedhë në të ardhmen, sepse atë që mund të ne tani ta konstatojmë është që disa komuna realisht kanë edhe probleme me buxhetet e tyre, kanë llogaritë të bllokuara, nuk kanë arritur të ekipohen në këtë aspekt. Duhet komuna rurale, me siguri. Sigurisht janë komuna rurale të cilat edhe nuk kanë të hira buxhetore, nuk kanë burime të sigurta, dhe shqyquar nga ky aspekt është mirë që ky 3 vjeçar të analizohet, të shihet në cilat sfera mund të shkohet më andej me procesin e decentralizimit dhe veçanërisht me decentralizimin fiskal, i cili është shumë i rëndësishëm për komunat, për funksionimin, sepse komunat kanë kompetenca. Dhe menaxhimi me tokën, po, është shumë e rëndësishme, po. Kanë kompetenca, mirë po ato kompetenca nuk mund të implementojnë për shkak mungesës së buxhetit, dhe prandaj decentralizimi fiskal është i rëndësishëm, dhe ajo që përmendat ju me menaxhimin e tokave ndërtimore, i cili besojmë se komunat megjithatë kanë kapacitet për të menaxhuar me tokën ndërtimore, dhe kjo do të ndikojë në zhvillimin ekonomik të komunave, sepse komunat përsëri ose kryetarët e komunave kanë një qasje dhe informata më relevante se në cilën pjesë të komunës edhe në cilën pjesë të tokës ndërtimore ata edhe mund të thithin investitor, mund të ofrojnë investitorëve kushte më të volitshme, sepse në fundit ata mund të caktojnë edhe tatime më të ulta ose më të larta në këtë pjesë, dhe pikrisht ajo që është lënë që tatimet jenë më variable në këtë pjesë, të jenë të ndryshueshme, është që ata të krijojnë vetë politikën e zhvillimit ekonomik lokal. Zotin kryetar, kur sipas kësaj dinamike, kur mund presim që Republika e Maqedonisë të jetë pjesë e strukturave euroatlantike, atje ku edhe sinon. Ne të gjithë kemi të qartë opinioni e din që problemi kryesor është problemi që ka Republika e Maqedonisë me Greqinë, apo që ka Greqia me emrin e Republikës së Maqedonisë. Mirë po, gjithsesi edhe kjo kërkon një zgjidhje dhe Republika e Maqedonisë duhet sa më shpejt të jetë pjesë e strukturave euroatlantike për arsye të ndryshme rajonale. Përcaktim kryesor i çdo qeverie në Republikën e Maqedonisë ka qenë që sa më shpejt vendit bëhet antare e NATO-s dhe Bashkisë Evropiane. Dhe nëse për ndonjë çështje ka konsenzus mes subjekteve politike dhe ka konsenzus mes qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, është procesi i integrimit ose antarësimi në Bashkinë Evropiane dhe në NATO. Nga aspekti rajonal është shumë e rëndësishme që Maqedonia të jetë në NATO, dhe ne për këtë angazhohemi seriozisht. Dëshmi se sa e rëndësishme është të jesh në NATO, edhe nga aspekti jo vetëm i sigurisë, por edhe nga aspekti ekonomik, është fakti që mund të marrim shembull Shqipëri, e cila para disa ditësh nënshkroi marrëveshje rreth $2 miliard me Itali në sferën e energjetikës, dhe sot nga Banka Botërore lexoam në mjetet e informimit ka rreth $1.200.000 investime. Më njëherë, me thënë një siguri e re për investitorët. Një siguri e re për investitorët, siguri për kapitalin e huaj, siguri në aspektin e sigurisë, e kështu me radhë. Unë me qëllim i përmenda këto dy shembuj me Shqipëri, sepse këto janë shembuj pozitiv që ndikojnë edhe për ata që bëjnë politikën shtetërore, që të angazhojnë seriozisht për integrimin në NATO dhe në BE. Pastaj, atë që përmendat ju, sigurisht problem kryesor është emri, mirë po s'është i vetmi dhe ne nuk e konsiderojmë si të vetmi, dhe paralelisht me procesin negociator që zhvillohet në ndërmjetësimin e OKB-s për emrin, ne vazhdojmë të implementojmë edhe kriteriume tjera që kërkojnë nga Bashkia Evropiane dhe NATO. Unë mendoj që çështja e emrit është serioze, është pengesë, dhe ne ndonjëherë krijohet përshtypja që ne si shqiptarë edhe nuk jemi shumë të interesuar për zgjidhjen e këtij problemi dhe nuk jemi në mënyrë aktive të inkuadruar. Mirë po,
kjo është si përshtypje e parë dhe nuk është saktë. Ne jemi të interesuar si shqiptar që të zgjidhet çështja e emrit dhe kemi thënë publikisht që ne nuk do të pranojmë çfarë do emrit që të zgjidhet dhe këtë për shumë arsye. Që emrin mos të lidhet, emri i jashtëm i shtetit mos lidhet me një bashkësi etnike, mos lidhet me çështje nacionale, me çështje kulturore kështu me radhë. Keni vënë edhe ju kushtet tuaja që mund pranohet dhe për një arsye shumë të madhe që kontestin mes dy vendeve mos të bartet si kontest i brendshëm mes bashkësive etnike dhe kjo është më e rrezikshme pastaj për vendin. Dhe shpresojmë që edhe pjesëtarët e bashkësive etnike maqedone këtë e kanë kuptuar dhe ajo që krijohet si përshtypje që ne nuk jemi shumë aktiv është që mos keq kuptohemi nga maqedonasit se ne nuk na intereson identiteti i tyre, trashëgimia e tyre kështu me radhë. Thonë ne jemi për zgjidhje, por ajo zgjidhje të mos i dëmtoj shqiptarët dhe mos bartet si problem i brendshëm në Maqedoni. Një problem shumë për cilin ne jemi angazhuar seriozisht është problemi i liberalizimit të vizave. Në këtë aspekt Maqedonia ka shënuar një progres të dukshëm, konsiderueshëm dhe në progres raportin kjo është e theksuar, por edhe në gjitha takimet që kemi me përfaqësuesit e vendeve evropiane, kjo konsiderohet si sukses i Maqedonisë dhe ka paralajmërime që në vitin 2009 mund të ndodhte dhe liberalizimi i vizave. Dhe në bazë të do të jenë zgjedhjet. Njëri nga kushtet janë zgjedhjet, organizimi i zgjedhjeve të lira dhe demokratike, dhe në bazë të dinamikës dhe procedurave në Parlamentin Evropian dhe në Këshillin e Europës, kjo mund të pritet në gjysmën e dytë të vitit të ardhshëm, nëse eventualisht dëgjon shkon në rregull dhe ne i plotësojmë edhe pak ato kriteriume dhe standardet të cilat kërkohet për liberalizimin e vizave. Liberalizimi i vizave është i rëndësishëm për lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe që qytetarët mund të shkojnë në vendet e zonës Schengen. Të mund të lëvizin lirshëm, po? Dhe të shohin edhe kultura të ndryshme, të komunikojnë me kultura dhe gjuhë të ndryshme dhe kjo sigurisht do të ndikojë pastaj edhe për të patur një botkuptim më të saktë për Bashkinë Evropiane, sepse shumica e qytetarëve mendojnë se atje është çdo gjë në rregull, atje mund të jetohet edhe pa punë, se atje ka pasuri. Nuk i kanë të njohura problemet me të cilët ballafaqohen ato evropianët, prandaj përveç tjerash ka dhe rëndësi të shumta. Zoti zëvendës kryeministër, për sa i përket të procesuimit të rasteve të kthjera të Hagës, raste të cilat më së shumti e prekin apo tangojnë partinë tuaj, më thënë një deputeti është ngriak pa di, 2 janë marrë imuniteti. Si mendoni duhet zgjedhur kjo, duhet hapur lëndët e Hagës ose nuk duhet? A i tronditi kjo marrëdhëniet e brendshme të koalicionit ose jo? Ajo që dëshiroj të theksoj është këtu që rastet e Hagës nuk e prekin Bashkimin Demokratik për integrim, por e prekin gjithë Maqedoni dhe e prekin gjithë qytetarët, sepse e kemi thënë prej fillimi. Ligji për amnesti është i qartë dhe ai ligj duhet të respektohet nga organet gjyqësore. Qëllimi dhe atë që përmendëm në fillim, frima e marrëveshësorit. Qëllimi i ligjit për amnesti ka qenë që të mbyllë të gjitha rastet, të cilët kanë ndodhur për përgatitjen e konfliktit të vitit 2001 dhe për atë që ka ndodhur gjatë vitit 2001. Sepse në atë kohë është konsideruar që përveç se gjyqjet e Maqedonisë nuk janë kompetente, nuk janë të reformuara, mund të ketë hakmarrje, mund të shfrytëzohet për revanshizëm etnik, mund të ketë ndikime politike, dhe është konsideruar që me këtë çështje të merret Tribunali i Hagës. Nëse eventualisht konstatohet shkelje të ligjeve të luftës dhe krime ndaj njerëzimit. Dhe në vitin 2001-2002 filloi, domethënë Ministria e Punëve të Brendshme në atë kohë ka përgatitur disa dosje, disa lëndë dhe i ka procesuar në prokurori dhe Tribunali i Hagës për ta penguar gjithë këtë i ka ndërprer ato hetime, domethënë ka patur një vendim nga Tribunali i Hagës që organet gjyqësore dhe prokuroria në Maqedoni nuk janë kompetente për këto lëndë dhe menjëherë do duhet të ndërpresin hetimet. Dhe këto lëndë i merr nën kompetencë Tribunali i Hagës.
Dhe ajo që është më me rëndësi, këto lëndë nuk janë procesuar dhe në ligj thohet vetëm Tribunali i Hagës ka drejt ti procesoj. Do të thonë këto lëndë nuk janë procesuar në Hagë. Dhe si të tilla kthehen këtu dhe e kemi thënë më herët që gjyqjet e Maqedonisë këtu kanë vetëm një kompetencë. Ti arkivojnë këto lëndë dhe të mos i hapin si të tilla. Çdo hapje ose çdo procesim është shkelje e ligjit për amnesti, mund të ndikojë në marrëdhëniet ndërretnike në Maqedoni, mund të prishë edhe gjithë ato procese që ne i konstatuam më herët dhe mund të ndikojnë në stabilitetin e brendshëm të vendit. Prandaj ne kemi një qasje shumë serioze, këtë çështje e kemi ngritur me ata me të cilët duhet ta ngritim, me faktorin ndërkombëtar, veçanërisht me Bashkinë e Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO, si garantues të marrëveshjes së Ohrit dhe si garantues të amnestisë për pjesëtarët e UÇK-s. Dhe besojmë se do të arrihet një zgjidhje, unë nuk dëshiroj kjo të keq përdoret politikisht nga asnjë parti politike, as nga ne, as nga parti tjera, sepse nuk përfitohet politikisht me këto raste në fatkeqësinë të tjerëve. Më mirë është të alam, domethënë ekspertëve. Ne kemi formuar grup të ekspertëve të cilët merren me këtë çështje dhe ata e kanë argumentuar mirë këtë çështje dhe shpresojmë që do të arrihet një zgjidhje e pranueshme, zgjidhje e cila do të jetë konform ligjit për amnesti dhe asaj realitetit të krijuar në vend, sepse në këtë çështje kur e ngrem me veçanërisht me NATO. Po, frima e marrëveshjes së Ohrit nuk ka fri në gjithësinë e Maqedonisë. Me procesuim. Ata që është konstatuar në vitin 2010 se gjykatat dhe prokuroria janë të pareformuara, ne këtë e ngrem përsëri. Dhe përsëri themi që ka reforma në gjyqësi, mirë po jo në nivel të mjaftueshëm. Kjo mund të keq përdoret për revanshizëm politik, për etnik, për revanshizëm të pjesëtarëve të UÇK-s. Dhe këto lëndë, nëse duam edhe argumente tjera, janë përgatitur nga pala në konflikt. Ministeria e Punëve të Brendshme ka qenë palë e cila ka qenë përfshirë në konflikt. Dhe këto dosje janë të njëanshme. Këto janë 4 dosje të cilat ngriten vetëm kundër pjesëtarëve të UÇK-s. Dhe tani ne e themi pse nuk ka për rastet e shqiptarëve. Mirë po, kur e themi këtë nuk themi që duhet të hapen, po duhet të mbyllen të gjitha rastet, pa marrë parasysh se për cilën anë bëhet fjalë, sepse këtë do duhet të alam historisë, të kaluarën ne duhet të kujtojmë, mirë po të mos merremi me atë që të na pengojë për të ardhmen. Dhe këto raste na pengojnë për të ardhmen, i pengojnë Maqedonisë. Atë që theksova në fillim, duket ndoshta në mënyrë të drejtë për drejtë është vetëm BDI-ja e prekur, mirë po nuk është ashtu. Me këto raste gjithë shqiptarët dhe gjithë Maqedonia, sepse këto ndikojnë në ambientin e përgjithshëm, nuk ndikojnë vetëm në atë frymën e marrëveshjes së Ohrit që e përmendet ju, e cila me siguri që e mban gjallë Republikën e Maqedonisë. Buxheti i Republikës së Maqedonisë për vitin 2009 është buxheti më i lartë në historinë e Maqedonisë më të re, i themi. Mirë po, nga opozita shqiptare akuzohet qeveria se e ka shkurtuar buxhetin për Universitetin Shtetëror të Tetovës. A është e vërtet? Ose sa qëndron kjo? Buxheti i Maqedonisë, nëse shihet në mënyrë historike, për çdo vit ka shënuar rritje. Dhe kjo është e logjikshme sepse me rritjen ekonomike rritet edhe buxheti, rriten edhe të hyrat, rriten edhe të dalat. Dhe kështu, ky buxhet është më i lartë se i vitit të kaluar, ashtu siç ka qenë më i lartë nga viti i kaluar, po. Dhe ajo që është karakteristike e këtij buxhetit për vitin 2009 është rritja për investimet kapitale. Pozicionet për investimet kapitale, që do të thotë kjo pastaj ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në prodhimin shoqëror të vendit. Bruto prodhimi, po, dhe pastaj ndikon edhe në zhvillimin ekonomik, në inflacion e kështu me radhë, ndikon edhe në rritjen e punësimeve. Dhe ajo që thuhet për Universitetin e Tetovës, unë dëshiroj të theksoj që unë përmenda një segment, me thënë Universitetin Shtetëror të Tetovës, mirë po në përgjithësi buxheti i Republikës së Maqedonisë, sa shqiptarët marrin hysën e tyre, të themi kështu. Atë
që e thashun tek investimet kapitale. Sigurisht që ka investimet cilat jo sigurisht janë 100% atë ka edhe në pjesën shqiptare dhe ne kemi një marrëveshje parimore që investimet të jenë në gjithë Maqedoninë. Pa marrë parasysh, për shembull do ta marr aspektin e shkollave fillore dhe të mesme. Dhe aty ne nuk mund të themi se 25% për shqiptarët duhet të jenë, por duhet të jenë më tepër, sepse shkollat ku mësojnë nxënësit shqiptar mësohet në 3 ndrime. Po, shkollat ku mësojnë nxënësit shqiptar mësohet në kushte më të vështira. Aty do të rritet. Kurse të tjerët mësojnë, tani unë nuk dëshiroj të marr shembull konkret, po mësojnë në mësim gjithditor, mësojnë në kushte më të mira, e kështu me radhë dhe buxheti aty nuk duhet të jetë 25%, po duhet të jetë në bazë të nevojës për përmirësimin e kushteve. Ne kemi shkolla për shembull në Shkup, do të marr shembullin e shkollën e Kongresit Manastirit, të cilët mësojnë në kushte shumë të vështira. Dhe kemi marrë obligim që për vitin e ardhshëm aty të ndërtojmë shkollë të re, dhe aty do të ndërtohet, ose vazhdimin e shkollave tjera. Dhe ajo që duhet të kemi parasysh është që çdo institucioni, kur i planifikohet buxheti për vitin e ardhshëm, merret për shembull sa ai ka realizuar buxhetin e vitit paraprak. Dhe Universiteti i Tetovës ka patur ngesje në realizimin e buxhetit për vitin 2008. Ne kemi arritur që pjesë të buxhetit të cilët ata nuk e kishin realizuar për deri në muajin e 6, tu abartin për ndërtimin e fakultetit ekonomik dhe juridik, dhe shumë ato para një muaji kanë marrë rreth 35 milion denar, dhe do të vazhdojmë me investimet në Universitetin e Tetovës, për që sa më shpejt atje të përfundojnë objektet dhe të ndërtohen edhe konviktet e reja. Konviktet do të ndërtohen nëpërmjet parimit të partneritetit privat-publik, ka kompani të interesuara, të cilët dëshirojnë të investojnë për ndërtimin e konvikteve në Tetovë, të cilët do t'i marrin me koncesion me vit për një periudhë të caktuar dhe pastaj ajo pronë do t'i ngelet Universitetit të Tetovës. Ne jemi në bisedime me disa pronarë të objekteve në Tetovë që objektet të tyre private t'i marrim me qera, të themelojmë konvikte, të themelojmë një konvikt të ri në Tetovë dhe studentët të kenë voucher dhe të shkojnë në ato konvikte me participim të shtetit të shfrytëzojnë ato konvikte. Pastaj për 3 vitet e ardhshme kemi paraparë ndërtimin e kërkoni të gjeni modalitete se si gjithë kjo të jetë ka mënyra të ndryshme të financimit, sigurisht. Për 3 vitet e ardhshme kemi paraparë finansimin e rreth 140 laboratoreve më bashkëkohore, 16 për të cilëve do të jenë në Universitetin e Tetovës. Për të gjitha drejtimet, ashtu siç kanë kërkuar, domethënë ata që i udhëheqin projektet, për shumë shpejt do të hapet edhe një objekte të reja për edhe laboratore për Fakultetin e Bioteknologjisë e kështu me radhë. Rreth laboratoret që do të ndërtohen aty, 16 do të jenë, ashtu siç e përmenda, më modernet. Dëshiroj të theksoj që tek Fakulteti i Ndërtimtarisë do të ketë mikroskop më modern, i cili do të sigurisht financohet nga qeveria. Dhe për Fakultetin e Mjekësisë gjithashtu ka të ndarë mjete financiare për ndërtimin e laboratoreve të rej në Fakultetin e Mjekësisë dhe në shumë sfera tjera. Nuk ngecen, edhe një pyetje dua që pyes në lidhje me Institutin për Trashëgimi Shpirtëror. Buje madhe është bërë, domethënë në lidhje me atë institut. Çka ndodh atje? Në fakt atje nuk ndodh asgjë spektakolare. Instituti për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore, që në opinion njihet si Instituti Pjetër Bogdani, kurse nuk është i regjistruar si Instituti Pjetër Bogdani, është i themeluar nga qeveria dhe ai është institucion shtetëror. Dhe ne kemi thënë prej fillimi që ai institucion do të vazhdojë të funksionojë. Aty ka patur probleme kadrovike, sepse drejtoresha e cila ka qenë emëruar nga qeveria ka patur mandat 6 mujor, ushtrues detyre, dhe nuk ka qenë punësuar dhe asaj ka kaluar mandati. Këshilli drejtues i institutit ka konstatuar se asaj ka kaluar mandati dhe ka shpallur konkurs të ri, dhe në konkurs është zgjedhur profesor Ramiz Abdili, dhe ne
vazhdon të funksionoj. Dhe ai institut vazhdon dhe do të vazhdoj të funksionoj dhe ne jemi shumë të interesuar që ai të funksionoj ashtu siç i ka hije një instituti. Ajo që duhet theksohet është që instituti ende nuk është i akredituar sepse nuk i ka plotësuar kushtet ligjore. Kushtet ligjore janë që të ketë 3 doktor shkencë të punësuar dhe 3 magjistra. A do të punoni në drejtim që të Sigurisht që drejtori i ri duhet të angazhohet sepse ai janë shtudheqës i atij instituti që sa më shpejt të punësoj ata personelin i cili duhet në bazë ligjit dhe ne kemi thënë publikisht dhe përsëri e themi që do të përkrahim funksionimin e institutit, nuk duam të përzihemi në punën e tij se ai është institut shkencor i pavarur dhe ne do ta ndihmojmë me gjitha mënyrat ashtu siç ata kanë nevojë. Edhe një pyetje dhe pastaj do të kalojmë në pjesën e pyetjeve të teleshikuesve. 6 pikë i miratuar, do të kalojmë pak në rajon, 6 pikë i miratuar nga Kombet e Bashkuara, ashtu quajturi plani i kryetarit Ban Ki-moon për përfshirje të misionit evropian apo shëndrim të umnikut në EULEX, i cili kontestohet nga shqiptarët dhe nga shumë njerëz konsiderohet se çon në ndarjen e Kosovës, cilët mund të jenë pasojat. Ne si prej fillimit kur diskutohej për planin Ahtisaari, kur diskutohej për pavarësinë e Kosovës, zyrtarët lartë të Maqedonisë kanë patur qëndrim parimor që në gjithë këtë proces do të përkrajnë qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve më të mëdha të Bashkisë Evropiane dhe do të përkrajnë vullnetin e shumicës së qytetarëve të Kosovës. Cili do të jetë ai vullnet, ne do të përkrajmë. Dhe në fakt ashtu edhe ndodhi, domethënë pas shpalljes pavarësisë Republika e Maqedonisë, edhe pse me një vonesë të caktuar, e njohu pavarësinë e Kosovës dhe deklaroi që ne në gjithë këtë proces do të përkrajmë planin e presidentit Ahtisaari dhe do të përkrajmë institucionet demokratike të Kosovës. Edhe për sa i takon misionit e EULEX-it dhe shtrirjes së tij, sepse misioni i EULEX-it nuk mund të kontestohet si mision sepse është i paraparë në planin Ahtisaari. Dhe qëllimi i tij është që të ndihmojë në ndërtimin e institucioneve dhe kapacitetet demokratike të institucioneve të Kosovës, si në administratë, në gjyqësi dhe dogana, por edhe në polici. Ajo që kontestohet është shtrirja e tij, a do të shtrihet në gjithë Kosovën ose jo, dhe ne e kemi thënë dhe do ta përsërisim që do të përkrahim vendimin e qeverisë Kosovës, cili do të jetë ai vendim, ne do ta përkrahim. Dhe në asnjë mënyrë nuk përkrahim ndarjen e Kosovës, sepse sigurisht kjo mund të ketë pasoja edhe në rajon dhe mund të nxjisë edhe strukturat që unë nuk dua t'i quaj me ndonjë terminologji tjetër, po struktura të ndryshme të cilat mund të kenë edhe apetite tjera. Prandaj ne shpresojmë që nuk do të ndodhë një gjë e tillë. EULEX-i do të shtrihet ashtu siç kërkojnë autoritetet e Kosovës në gjithë territorin, jo siç e kontestojnë serbët. Dhe deklaratat e fundit edhe të Javier Solanës janë se EULEX-i do të shtrihet në gjithë Kosovën dhe te integriteti territorial i Kosovës nuk do të cënohet. Dhe ne shpresojmë që kjo do të ndodhë kështu, sepse parimet kryesore të planit presidentit Ahtisaari janë që nuk cënohet, por edhe të grupit kontaktit, 3 parimet kryesore kanë qenë që nuk do të cënohet integriteti territorial dhe nuk do të ketë kufi të tjerë në rajon. A keni vendosur qeveria e Maqedonisë kur do të vendosë marrëdhënie diplomatike me Kosovën? Dhe në këtë kontekst edhe se sa shqiptarët janë të përfshirë në përfaqësitë konsulare diplomatike dhe me ambasador që përfaqësohet Republika e Maqedonisë jashtë vendit. Po me një mas njohjes pavarësisë Kosovës, sigurisht që pritej edhe vendosja e marrëdhënieve diplomatike. Në takimin e fundit që 2 kryeministrat kishin është ngritur edhe kjo çështje, dhe ati janë dakorduar që ekziston vullnet në mes 2 vendeve që marrëdhëniet diplomatike të ngrihen në nivel ambasadorësh, të nënshkruhet një dokument për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe kjo të ndodhë në një të ardhme të afërt. Paralelisht me këtë, në gjitha ministritë janë formuar grupe punuese, të cilët kanë rënë kontakt me grupet punuese të ministrive të Kosovës për përgatitjen e marrëveshjeve në gjitha sferat
Dhe në moment kur të arrihet marrëveshja për nënshkrimin e marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe Maqedonisë të nënshkruhen edhe marrëveshje tjera, si në sferën e drejtësisë, shëndetësisë, të tregtisë lirë, në ekonominë, finansa, dhe kjo të ndodh me një dinamik të përshpejtuar, sepse interesi i dy vendeve është që të kemi marrëdhënie të mira diplomatike, kulturore, politike, marrëdhënie të mira ekonomike, sepse shkëmbimi tregtar mes dy vendeve është i lartë, dhe që të mos ketë ngecje pastaj në gjitha këto aktivitete, marrëveshjet të nënshkruhen më njëherë mbas nënshkrimit të marrëveshjes për vendosin e marrëdhënieve diplomatike. Parimet janë që Ministri i Punëve Jashtme i Kosovës ta vizitoj Shkupin dhe me këtë rast edhe të nënshkruhet marrëveshja. Ashtu siç thash më herët, dy kryeministrat janë dakorduar që kjo të ndodhë në një të ardhme të afërt. Unë mendoj që me rëndësi është që vullneti ekziston, marrëdhëniet edhe para pavarësisë Kosovës, edhe mbas shpalljes pavarësisë Kosovës, po edhe mbas njohjes pavarësisë Kosovës nga Maqedonisë janë të shkëlqyera, komunikimi është i mirë, bashkëpunimi në gjitha sferat është i mirë dhe kjo është me rëndësi edhe gatishmëria e dy kryeministrave e vërtetoj këtë dhe për ta vendos marrëdhënie ata janë të gatshëm. Sa janë shqiptarët e përfaqësuar në përfaqësitë konsullare diplomatike të Maqedonisë? Unë mendoj se ka përfshirje, mirë po jo në nivelin e duhur, sepse disa ambasador janë kthyer, ku ka përfunduar mandati dhe disa ambasada janë të lira. Ne jemi tani në bisedime për ndarjen edhe të ambasadave, por dëshiroj të theksoj se gjithë ambasadorët shqiptar, atje ku e përfaqësojnë Maqedoninë janë ndoshta në mesin e më të mirëve. Unë nuk dëshiroj këtu të përmendi emra për shkak ata të cilët janë do të mbeten, domethënë ju nuk janë në mesin e ambasadorëve dhe diplomatëve më të mirë dhe janë mirë të pritur edhe nga shteti ku qëndrojnë. Kemi informata se janë komunikimi i tyre është i mirë, janë me autoritet e kështu me radhë. Në misionin, për shembull, të Bashkisë Evropiane kemi profesor shumë të respektuar edhe atje, unë vetë të pash se çfarë ndikimi kishte ai. Në misionin e OSBE-s gjithashtu kemi dhe unë mund ta bëj publike që ambasadori i Maqedonisë, i cili është në misionin e OSBE-s në Vjenë, shumë shpejt pritet të jetë edhe shefi misionit të OSBE-s në Turkmenistan, që është një për Maqedoninë dhe për shqiptarët është një krenari, po. Duhet të jetë një krenari, burje, duhet mburimi me ato personalitete. Edhe shumë ambasador tjerë që unë me qëllim të thash nuk i përmende që mos kesh kuptuar. Po përsëri numri nuk është aq sa duhet. E thash që numri nuk është aq sa duhet dhe ne punojmë që ambasadat të cilat janë të shprazura dhe të cilat formohen të rejat të përfaqësohen nga shqiptar dhe kemi dëshmuar deri më sot si shqiptar se mund edhe edhe përfaqësitë diplomatike mund të përfaqësohen në mënyrë dinjitoze nga shqiptar. Ashtu, do të bëjmë një pauzë të shkurtër, unë do të lus regjim për pak marketing e pastaj do të kalojmë në pjesën e pyetjeve të teleshikuesve. Marketing, ju lutem. Po, rikthehemi sërish në studio dhe vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit debativ neutral. Siç e keni të njohur, emisioni neutral realizohet drejt për së drejti nga studiot e TV-dishit, kurse sonte mysafir zëvendës kryeministri i Qeverisë Republikës Maqedonisë Abdulaqim Ademi. Kemi arritur në pjesën e përgjigjeve të pyetjeve të teleshikuesve. Mund të fillojmë. Deri kur do të vazhdohet me pseudo konkurse? Valla nuk u bë lufta për ndryshime, punësimin e bëjnë Kryesia Qendrore e Bashkimit Demokratik për Integrim, pyet Jaumini nga Treboshi. Jaumini konstaton se konkurset sigurisht është e drejtë e secilit që të konstatoj ashtu siç ai mendon. Ashtu unë e theksova edhe më herët, ne kemi arritur të hapim 2 konkurse për gjithsej 570 administratorë. Interesimi është shumë i madh dhe sigurisht kur ke për të dytin për shembull 330 punësime dhe konkurrojnë 8000 kandidat, sigurisht për gjithçka për pakënaqësi, mirë po unë e theksova edhe në fillim. Me vetë faktin që interesimi është shumë i madh, do të thotë që këtu nuk ka ndikime politike.
Domethënë secili i cili kandidon shpreson se do të punësohet dhe nuk është rasti kur më herët nga viti 2006, veçanërisht në vitin 2007 janë hapur konkurset kur interesimi ka qenë shumë i ulët në atë kohë. Domethënë nëse janë hapur për 50 ka patur 200 të interesuar. Tani me vetë faktin që ka shumë të interesuar, kjo do të thotë që ndikimet politike janë të ulta. Kriteriumet nuk janë që të kesh libres partijake, që të punësohesh, nuk vendosen në grim, por vendosen në bazë të suksesit që kanë arritur në fakultet, në bazë të intervistës që krijet dhe kriteriumeve të caktuara në ligjin për nënpunës shtetëror. Ashtu. Çka po ndodh me 100 policët e ri? Kur do të fillojnë me kursin? Po në bazë të informatave të fundit që kemi sot nga Ministria e Punëve të Brendshme, konkursi është ka fundi, domethënë kanë përfunduar kontrollet mjekësore dhe kontrollet tjera, dhe shpresojmë që javën e ardhshme të jenë të gatshëm edhe për t'i thirrë në trajnim, të fillojnë edhe 100 policët. Dëshiroj të informoj që shumë shpejt do të ketë një konkurs të ri për policë. Po, dhe ai do të jetë në vitin 2009 në 3 mujorin e parë, dhe edhe aty do të kenë mundësi që të rritë shqiptarë të konkurojnë. Edhe këtu ka një interesim shumë të madh, sigurisht edhe papunësia e bën të veten. Interesimi për gjitha konkurset është i madh. Për numër, për çfarë numri do të bëhet fjalë, do të thënë konkursin e ardhshëm? Po ende nuk është caktuar numri, por sigurisht që do të jetë në numër i konsiderueshëm. Çka ka bërë kjo qeveri për rastin e Brodecit dhe çka në të ardhmen presim nga kjo qeveri aktuale me rastin e Brodecit? Domethënë, çka ka bërë në lidhje me rastin e Brodecit dhe çka në të ardhmen mund të presim për rastin e Brodecit? Po në momentin kur ndodhi Brodecit, gjithë e dim se si ka ndodhur dhe pse ka ndodhur, ne kemi reaguar në atë kohë dhe kemi informuar gjitha instancat ndërkombëtare dhe në bazë të informatave që unë i kam, rasti është në gjykatën e apelit dhe në bazë të gjitha gjasave, tani nuk jam shumë i sigurt me advokatët që kam kontaktuar, në bazë të gjitha gjasave rasti mund të kthehet në shqyrtim në shkallë të parë, që do të thotë nëse eventualisht kthehet, kjo do të ishte një sukses për të përmirësuar gabimin e dënimeve drastike, cilëve në mënyrë të padrejtë ju dhan banorëve të Brodecit, sepse është iluzion, është pa kuptim që të thuash që në një fshat prej 150 shtëpive ka terrorist, ka ekstremist, dhe sikur të jetë ashtu që çdo fshat organizojnë rënimin kushtetues dhe sikur të jetë ashtu që çdo fshat ketë nga një numër të madh të terroristëve, atë do të ishte një rrezik permanent për shtetin. Kjo është e pakuptim dhe shpresoj që do të përmirësohet ai gabim. Dhe nëse eventualisht kthehet në shkallë të parë, kjo do të jetë mundësia më e mirë që të përmirësohen gabimet e dënimeve drastike. Ashtu. Përshëndetje për emisionin, nuk ishte turp të thoni se është realizuar 95% e marrëveshjes, sipas jush 5% që i mbetur paraqet ligjin për UÇK-n, gjuha dhe flamuri. Më thonë ne edhe ju e sqaruat edhe një herë. Edhe kjo është një keq kuptim. Ka dalë nga konteksti gjithë kjo. Është një keq kuptim. Pjesa normative mund të themi se është implementuar. Pjesa praktike dhe fryma, atë që e tham më herët, e shkruara dhe fryma, kërkon ende po unë është implementuar, nuk mund të themi që as pak nuk është implementuar, mirë po është pjesë e cila vazhdon, procesi i cili vazhdon dhe procesi i cili nuk mund të thuhet me përqindje. Ashtu. E dham sqarimin po para prakisht ju e përmendët, po mos marrim kohën shikuesve të tjerë, po. Unë vetëm dua të përmendi, na i kujtoj teleshikuesi, më thënë, çka do të ndodh me ligjin për ushtarët e pjesëtarët e UÇK-s? A do të jetë pako sociale ose do të Ne kemi marrëveshje parimore, domethënë marrëveshje koalicionimi në mesin e të cilës është edhe zgjedhja e statusit të veteranëve dhe pjesëtarëve të UÇK-s dhe familjeve të dëshmorëve. E kemi theksuar disa herë që kjo është kategoria më meritore e shoqërisë. Kjo është ndoshta po është me 100% kategoria më meritore edhe për përmirësimin e statusit juridik dhe politik të shqiptarëve dhe pjesa më meritore për demokratizimin e vendit dhe çdo keqpërdorim do të ishte mëkat. Çdo keqpërdorim dhe çdo përfitim eventual politik mbi
rregullimin e statusit të pjesëtarëve të UÇK-s është mëkat dhe nuk duhet ndodh. Prandaj ne në prononcimet tona jemi të matur dhe zgjidhjen e tyre nuk dëshirojmë ta përdorim për përfitime politike. Kemi thënë që kjo zgjidhje do të ketë zgjidhje në kuadër të sistemit dhe kjo do të jeni të bindur se do të bëhet. Sepse marrëveshja ekziston dhe për çka jemi marrë vesh edhe duhet 100% të realizohet. Edhe një diçka tjetër do duhet ta shtoj në lidhje me gjithë këtë. Më thënë do t'i them, unë do të parashoj, jo shikuesit, po unë do të parashoj një pyetje. Më thënë bëhet fjalë për vrasjen e një policit në Shkup që ndodhi përpara fakultetit matematikon natyror, një pjesëtar të njësitë Alfa. Më thënë u bastisën shumë shtëpi, më thënë u arrestuan shumë njerëz shqiptar, kurse një organizatë ilegale, mund t'i them, Komitet Maqedona, se morën përgjegjësinë në lidhje me vrasjen e policit, kurse policia vazhdon të ndjek shqiptarët nëpër shtëpi, ose thotë që sulmuesit mund të kenë qenë ose të paguar nga Kosova. Sa e merr parasysh, do të thënë, këtë që ka marrë përgjegjësinë dhe sa punon në drejtim të zbulimit të tyre? Sigurisht ngjarja e cila ndodhi me sulmin e patrollës policore dhe vrasja e një polici. Është për t'u dënuar, fakt. Nuk është ngjarje e mirë. Është ngjarje e cila nuk kontribon për përmirësimin e situatës. Dhe ne kemi kërkuar që ajo ngjarje të ndriçohet. Pa marrë parasysh kush e ka bërë, ai të merr dënimin e merituar. Gjithashtu kemi kërkuar që kjo ngjarje të mos keq përdoret dhe të përdoret për malltretimin e shqiptarëve, që mos përdoret edhe për bastisje të panevojshme dhe të mos lehet përshtypje se ushtrohet terror mbi popullatën e pafajshme. Prandaj kemi kërkuar dhe kemi qenë të angazhuar që kjo mos të ndodh. Dhe mbas asaj që ne kemi informatat, sigurisht policia kur intervenon ka edhe pasoja në shtëpitë ku intervenohet. Mirë, po ne kemi kërkuar dhe mbas të informatave nuk ka maltretime të mëdha. Është vepruar në bazë të ligjit dhe kemi insistojmë gjithmonë që kjo të ndodhë në mënyrë të tillë. Tani punohet në zbardhjen e rastit dhe nuk mund të jepen informata, sepse sigurisht ngjarja si ngjarje është e rëndë dhe informatat mund të edhe të dëmtojnë proces. Sa shqiptarët janë përfshirë në ato njësi speciale? Po ka përfaqësim të shqiptarëve, mirë po jo në mënyrë aq edhe sa duhet. Ne punojmë që policët të cilët janë më me përvojë, të cilët edhe i plotësojnë ato kriteriume për të qenë në njësitë speciale të inkuadrohen aty. Ndodh që inkuadrimi të jetë edhe në baza vullnetare, sepse edhe jo secili mund ta bëjë atë punë dhe jo secili dëshiron të jetë inkuadruar. Kemi policë shqiptar të interesuar dhe shpresojmë që kjo do të edhe përmirësohet. Pyetja e radhës nga teleshikuesit, se jeni duke punuar në degën tuaj që udhëhiqni ju dhe sa ju rrini premtimeve që i keni dhënë për punësime, për shëndet jetë mirë nga Jashinca. Më thënë, ju jeni kryetar i ndonjë dege të Bashkimit Demokratik për Integrim, me siguri në... Jam kryetar i degës BDI-s në Jegunovc. Ashtu. Tani kemi zgjedhjet të reja partijake. Unë shpresoj që do të ketë një pasues. Përfaqëson këtu qeverinë, mirë po njëkohësisht ju përfaqësoni edhe Bashkimin Demokratik për Integrim dhe është mirë të flasim edhe në lidhje me përgatitjet rreth zgjedhjeve. Keni zgjedhje nëpër kuvende tash? Po kemi zgjedhje deri në 15 dhjetor do të përfundojnë kuvendet. Nesër kemi kuvend në degën e Kërçovës dhe të Gostivarit. Sa i takon degës të cilën unë kam përfaqësuar dhe vazhdoj ta përfaqësoj deri në kuvendin e ardhshëm, është degë e vogël, mirë po kjo është një shembull pozitiv për Bashkimin Demokratik për Integrim, do të thonë që një funksionar i lartë shtetëror mund të jetë edhe nga një degë e vogël, nuk mvaret domethënë madhësia, nuk mvaret pesha asaj degë, por merren parasysh edhe degët më të vogla. Sigurisht punësimet ashtu siç e përmenda nuk bëhen në baza politike dhe unë nuk mund të them se dega ime. A sa u qëndroni premtimeve që i keni dhënë? Premtimet ne kemi, domethënë, program zgjedhor, kemi program qeveritar dhe për këtë periudhë të shkurt kemi arritur të dëshmojmë që pjesë të programit ton janë bërë pjesë të programit qeveritar dhe pjesë e cila deri tani janë edhe implementuar, siç janë uljet e kontributeve sociale, kontributeve për punësim
dhe kontributeve shëndetësore, të cilat ne i miratuam para 2 muajsh, dhe këte e kemi premtuar në programin tonë zgjedhor dhe e kemi realizuar. Projektet investuesi përmenda më herët që kemi ndarë mjete buxhetore për komunat dhe për vitin 2009 kemi të parapar dhe punësimet edhe zotriut nga Jashinca i them që nuk bëhen në baza partijake, por ato bëhen në bazë kriteriumeve që i përmenda më herët. Kështu që mos shpresojnë antarët e degës për cilës vejon se unë jam në pozicionin ku vendosje për punësime, se do të kenë mundësi të ketë më tepër punësime se sa nga qytetet tjera. Po, le të plotësojnë kriteriume dhe le të konkurrejnë, po. Flitet gjithandej për 600 punësime të reja, kur e dim se akoma asnjë nga të intervistuarit nuk ka marrë përgjigje, dhe pyetja e dit, a do të ketë edhe konkurse të tjera, të atij lloji siç ishin këto di, se kishte një numër shumë të madh të interesuarve. Edhe këtë e përmendëm. Përmendëm, por 240 janë të nënshkruar dhe shumë shpejt do t'i marrin. Edhe në të ardhmen do të ketë, domethënë, konkurse të reja. Për 330 do të janë intervistat në vijim deri ditën e diel dhe do të vendoset shpejt edhe kjo. Dhe konkurse do të ketë në të njëjtën mënyrë, kështu siç dëshirojmë që të jenë më masive, me të njëjtën dinamikë dhe të jenë më masive me qëllim që ata që paraqiten të jenë më të interesuar dhe mos jenë konkurset për 1, 2 ose 10, 20, po të jenë me numër më të madh. Mënyra e klasifikimit është më e mirë dhe përzgjedhja është më e mirë. Përshëndetje për misafirin, dëshiroj të di në kabinetin e tij ka njerëz nga Gostivari, nëse jo, pse? Do thënë shikuesi mendon se s'ka. Dhe nëse se s'ka, pse? Është një pyetje me vend të cila më nxit që të sqaroj edhe diçka për kabinetin dhe sekretariatin që unë udhëheq. Në moment kur unë e kam marrë detyrën, kam gjetur sekretariatin të pakompletuar, në fakt e kam gjetur me një të punësuar, sepse në bazë të ligjit nga sektor është shndruar në sekretariat. Dhe procedurat nuk ishin filluar që të shndrohet nga sektor në sekretariat dhe unë i kam filluar ato procedura dhe ka përfunduar, dhe me thënë është shndruar në sekretariat dhe të punësuarit nga sektori janë marrë në sekretariat. Në bazë të sistematizimit do duhet ketë një numër më të madh të punësuarve, mirë po kemi rreth 30 të punësuar me sektore dhe njësi dhe në një numër të punësuarve nga këta 2 konkurse do të ndalen do të mbeten në sekretariat. Dhe sigurisht që unë kam këshilltarët e mi, të cilët janë këshilltarë shtetëror 3, kam edhe këshilltarë të jashtëm, të cilët sigurisht që nuk bën publik për shkak tipit të punës janë duke e kryer, llojit të punës dhe mënyrës punës që ata bëjnë. Unë konsultohem edhe me njerëz të bransheve të ndryshme, konsultohem edhe me ekonomistë të shoqatave, por edhe me shoqatave kulturore dhe tjera, kur merren vendime dhe kur vendosin për diçka. Nga Gostivari është fakt që në sekretariat për implementim të marrëveshjesorit nuk ka asnjë të punësuar dhe nuk e di pse ka ndodhur, ndoshta është një do të ndalesh nga konkursi i radhës. Nga konkursi i radhës dhe shpresoj që në të ketë dhe do të ketë sigurisht nga domethënë ju dëshironi që aty të përfshihen të gjitha treva shqiptare që të jesh më afër problemeve, kuptohet. Kur bëjmë përzgjedhjen e kandidatëve më tepër ndalemi në kualitetin dhe profilin ose profesionin të cilin neve na intereson, nëse na duhen jurist, ne nuk mund të marrim nëse nuk ka nga Gostivari në konkurs, sigurisht që do jetë nga Shkup. Po dëshiroj të theksoj që edhe nga Tetova ka pak, numri më i madh janë nga Shkupi dhe Shkupian kanë përparësi geografike, kuptohet. Pyetja radhës, pse në komunën e Dollnenit nuk valon flamuri shqiptar dhe pse jemi 25%, kur do të rregulloni këtë çështje dhe sa të punësuar shqiptar keni në Dollnen? Komunë e Dollnenit me siguri e parashon pyetjen ndonjë student, pasi që ne nuk shikohemi në atë pjesë të vjen mirë që Maqedonisë, parashtrohet një pyetje e tillë. Ashtu. Flamuri shqiptar mund të valoj edhe atje ku ka një shqiptar dhe kjo nuk është e ndaluar. Ku ka heng ose gjithmonë? Jo, gjithmonë mund të valoj. Ne si parti politike tani flas, prioritet i kemi dhënë viseve
ku shqiptarët janë pak të përfaqësuar, komunës duke filluar nga Resnja, Manastiri, Krusheva, Dollneni dhe Prilepi, Plasnica, Çashka, Velesi. Dhe prioritetet dhe gjatë punësimeve, sigurisht që kanë të rritë që vinë nga këto treva, dhe punësimet që bëhen atje ndjehen sigurisht shumë më mirë se sa Tetov dhe Gostivar, sepse atje ka shumë pak të punësuar. Në vetë komunë? Në komunën e udheq një pjesëtar i bashkësisë etnike bosnjake, kryetar komune në Dollnen nuk është shqiptar, dhe unë nuk përbërjen brenda komunës, shpresoj me që ai pyet... Janë të përfaqësuar si popullacion shqiptare 25%, do me thënë edhe... Po, dhe me që shikuesi pyet, mund të konstatoj se atje ka pak të përfaqësuar dhe jo rastisht e shtron atë pyetje. Dhe gjithë ata që përmenda që ne do t'i pranojmë në sekretariat, do të disperzohen në komunë, në njësitë rajonale të ministrive në Prilep, në Manastir, në Krushev, në Veles. Ju në një farë mënyrë do t'i përgatitni edhe pastaj do t'i lëshoni të poshtë. Vazhdojmë me pyetjen, pse nuk i demantoni akuzat e opozitës kur shifet se ata nuk kanë argumente? Valon Jakupi pyet nga Novosela 2, komune e Bukovinës. Ne kemi një parim që mos merremi shumë me fjalë dhe më tepër të punojmë. Mënyra më e mirë për të demantuar dikën është vepra, është puna cilën bëhet. Dhe ne mund të flasim tërë ditën nëse eventualisht nuk kemi kryer asnjë punë, ajo do të zgjat 1 ditë, eventualisht 2 deri në 3, dhe pastaj do të del realiteti në sipërfaqe. Prandaj më mirë është më pak të flitet, më tepër të punohet, dhe ne mund të themi tërë ditën se kemi punësuar, nëse eventualisht nuk kemi punësuar, fakt është, dhe tërë ditën mund të mos flasim për punësime, mirë po... Kemi punësuar, po. Pyetja e radhës, a jeni në dieni për largimin e shumë shqiptarëve nga puna dhe zëvendësimin e tyre me Maqedonas. Rastin në kadastrën e Tetovës, ku punësohen 8 Maqedonas dhe largohen 4 shqiptarë, dhe rastin me drejtorin për të hyra publike dhe çfarë masash po merrni ju si parti, pyet një teleshikues. Po, nuk është e vërtetë se shqiptarët zëvendësohen me Maqedonas. Për çështjen e të hyrave publike, unë kam reaguar me njerë dhe kam kërkuar informat nga drejtori. Po, kishte një problem, dhe më thënë, me të punësuarit në të hyrave publike? Edhe pse në bazë të kompetencës, ndoshta edhe nuk kam të drejtë, sepse ata nuk janë në punës shtetëror, mirë po në bazë të funksionit që ushtroj kam të drejtë të marrë informat dhe të reagoj pse nëse eventualisht janë përjashtuar pa bazë. Dhe informatën e pres këto ditë ta kem, dhe sigurisht reagimi do t'jetë ashtu si që edhe do t'kemi argumente. Dhe besoj që argumentet janë në palën e shqiptarëve, sepse nuk kanë të drejtë të përjashtojnë nga puna. Dhe shpresoni të zgjidhet. Sigurisht, ka të njëjti problem është paraqitur edhe në Ministrinë e Kulturës. Këtu do theksoj që problemi është që... Reaguan botuesi shqiptarë, dhe me thënë, për atë se mungojnë në Ministrinë e Kulturës? Problemi është që atje janë punësuar, janë dërguar në fakt një numër shumë i madh të shqiptarëve dhe nuk u kanë krijuar vende adekuate të punës, nuk u kanë krijuar vende në bazë të sistematizimit dhe i kanë lënë, domethënë i kanë lënë në mëshirë të fatit. Dhe edhe këtë rast jemi duke shqyrtuar dhe shumë shpejt edhe kjo do të zgjidhet. Ashtu. E pyes mysafirin tuaj kush e ndroi drejtorin e Qendrës për Punë dhe Politikë Sociale në Tetov. Ne këtu 90% janë shqiptar. A këto e bëjnë drejtor një Maqedonas, a edhe në Tetov Gruevski punëson? Unë sa kam informat, drejtori i Qendrës për Punë dhe Politikë Sociale në Tetov është shqiptar. Edhe nuk është ndruar, në është ai që ka qenë? Jo, më duket se është ndruar para disa muajve, por megjithatë është shqiptar. Pyetja e radhës, kisha një pyetje në lidhje me bastisjen për shtëpia që bëhen nga policia shqiptarëve të Kumanovës dhe të Shkupit. Për vrasjen që u bë këto ditë vrasja e Allfave, të din, a kam fajnë të gjithë këta shqiptarë që maltretohen nga policia. Kohën e PDSH-s viktim ishin shqiptarët e malësisë të Tetovës, qeverisjen tuaj shqiptarët e Kumanovës dhe Shkupit,
duam të dim, a s'keni fuqi për të ndalur policin ose udhëheci shqiptar në qeveri janë veç figura. Ne sqaruam në lidhje me këtë, mirë po është praktik, është, më thënë, teleshikuesi unë besoj ka të drejtë, më thënë, është praktik, të Republikën e Maqedonisë sulmojnë vetëm shqiptarët. Ata që thashun ne kemi kërkuar dhe më thënë gjithmonë që rastet të tilla mos keq përdoren për maltretim dhe ushtrim dhune ndaj shqiptarëve, dhe jo vetëm ndaj shqiptarëve, ndaj të gjithë të pafajshme, sepse para ligjit të gjithë duhet ndjehen të barabartë. Dhe atë që thash më herët, domethënë rasti duhet të ndriçohet si i tillë, sepse në fund të fundit është vrarë një person zyrtar, është sulmuar polic, dhe aq më keq është një shqiptar. Dhe si i tillë duhet të sqarohet, por mos të keq përdoret për të ushtruar dhunë, dhe këtë ne kemi kërkuar dhe aksionet e shifni janë të ndërprera dhe nuk maltretohen. Çka u bë me hapjen e konkursit prej 330 personave? Ato me fakultete a kanë gjasa që të pranohen në punë, pyet një shikues nga Tetova, edhe këtë e përmendet. E përmendëm është lëvime, sipër dhe shumë shpejt do të njoftohen ata të cilat janë pranuar. Pyetja radhës thotë, zotria thotë se ka punësuar shqiptar, po a është informuar se sa shqiptar janë larguar nga puna? Nuk ka shqiptar të larguar, përveç rastit të drejtorisë të hirave publike, për cilin kemi marrë obligim që seriozisht ta shqyrtojmë, edhe pse në opinion u paraqit se këta janë të punësuar në kohën kur ne nuk kemi qenë pushtet dhe ne duam t'i përjashtojmë, që as pak s'është e vërtet, dhe ne nuk udhëhiqemi nga përkatësia politike, këto e kemi dëshmuar. Shqiptarët nuk guxojnë të përjashtohen, kjo është më e rëndësishme. Pyetja e radhës, sa keni informata rreth punësimit në Ministrinë e Informatikës? Për shembull, kam konkuruar për vendin e punës udhëheqës i një dege atje dhe ende nuk i kam përgjigje. U përshëndet, Ekremi. Unë mund të zotojmë se do të marrë informacion për sa janë, po, sa kanë, dhe ku kam një procedura, sepse çdo ministri në kuadër të programeve të tyre hapin edhe konkurse. Mirë po, shpesh këto konkurse janë për të plotësuar vende udhëheqëse brenda sektoret ose njësit dhe për të plotësuar sistematizimin e tyre, dhe ndodh që personi i cili është i punësuar në atë institucion për të avansuar do duhet të konkuroj, sepse në bazë të ligjit për në punës shtetëror nuk mund të avansosh asnjërin administrator shtetëror pa konkurs. Prandaj edhe shpesh ndodh që personi i cili është i punësuar brenda konkuron dhe të tjerët që janë nga jashtë nuk mund të pranohen. Prandaj mund të marrë edhe informat për të informuar. Në çfarë aspekti kanë arritur të vlerësojnë kandidatët të cilët u intervistuan, kur për të njëjtit ishin pyetjet e njëjta? A mos vallë mendojnë se ne nuk i kuptojmë se në çfarë mënyre bëhen punësimet? Po kështu, pyetjet përgatiten nga agjencioni për në punës shtetëror dhe komisioni është i përzier, domethënë në mes përfaqësuesve të sekretariatit për implementim marrëveshësorit dhe agjencionit, dhe pyetjet janë në bazë të asaj që jam unë informuar, sepse unë nuk marr pjesë në intervistim. Janë pyetjet të përgatitura nga agjencioni dhe janë pyetje standarde që u bën të gjithë kandidatëve, dhe unë kam kërkuar që pyetjet të jenë të ndryshme, të mos jenë të gjitha të njëjta, sepse duken si pyetjet të përgatitura paraprakisht dhe jo serioze ndonjëherë. Kam kërkuar që pyetjet jenë edhe më të përgjithshme, që mos koncentrohen vetëm në qeverinë ose në marrëveshjen e orit në sekretariat e kështu me radhë. Do të thënë, kurse seleksionimi bëhet edhe mbas të suksesit, edhe mbas të përshtypjes gjatë intervistimit. A jeni të informuar për 20 nënpunësit e ri në Ministrinë e Arsimit, të cilët të që prej ardhjes së ministrit të ri nuk janë në punë? Nëse këtë e dini, pse nuk keni marrë masa, ndërsa ati janë punësuar 20 antarë të ri Maqedonas? Unë kur kam shkuar në sekretariat, kam gjetur dokument, për shpërndarjen e administratorëve, të cilët, por disa të tjerëve të cilët edhe nuk ishin të shpërndarë në për institucione adekuate, dhe që merrnin rrogë dhe rinin të shtëpia. Dhe një pjesë e institucioneve, mesin e tyre edhe Ministria e Arsimit, Kulturës, po edhe Ministria e Finansave, dhe ne kemi reaguar që ata të thirren dhe të vazhdojnë me punë. Dhe besoj se edhe në Ministrinë e Arsimit e njëjta situatë është, kurse sa i takon
Zëvendësimi të tyre nuk është, do të thënë ato punësimet bëhen me konkurse dhe konkursi në Ministrinë e Arsimit deri më tani nuk ka pasur. Sa vlen gjuha shqipe në institucionet shtetërore? Kam një rast konkret, një rast i djeshëm me një bankë në Shkup, në të cilën bëhet fjalë për disa para, më kanë shuar dokumente të vapërthe në gjuhën maqedonase. Pyet të Shqipja nga Sanakosi. Kështu, ligji për përdorimin e gjuhëve, dhe më thënë definon përdorimin e gjuhës në institucione shtetërore. Ashtu, jo në banka është institucion financiar. Megjithatë, për shkak të klientëve, për shkak të njohjes së klientëve me procedurat, për shkak të njohjes së klientëve po edhe me atë që komunikimi më i lehtë, edhe banka do duhet sigurisht, po edhe institucionet tjera private të përdorin në gjuhën të cilën e përdorin klientët e tyre. Prandaj, kurse sa i takon institucionet shtetërore, tani më e dini që në parlament gjuha shqipe përdoret edhe me të folur, edhe me të shkruar, dhe me thënë çdo dokument i cili shkon deputetëve ju shkon në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën shqipe, dhe kjo sigurisht që është një arritur, dhe ligji i miratuar nga ana e parlamentit është një bazë e mirë për avansimin e përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë e ditë zyrtare. Do të thënë është një bazë e mirë për avansim. Do të thënë se zgjedhje, do të thënë sigurisht që ligj ideal nuk ka dhe çfarë do ndryshimi që t'i bëhet këtij ligji në të ardhmen, përsëri nuk do të jetë ideal dhe do të ketë hapësirë për ta përmirësuar. Në fundit çdo ligj që miratohet pas 2-3 vitesh pëson ndryshime, sepse konstatohen edhe mangësi, konstatohen se ai ligj do duhet të avansohet në bazë të kohës e kështu me radhë. Ti përshtatet kohës, po. Pyetja e radhës, a do të jetë në rendite ligji i flamurit? Sigurisht që do të jetë, sepse ne atëherë kur u abroguan disa nene të këtij ligji, konstatuam se ky vendim është antidemokratik, është antimarrëveshjesorit dhe është antikushtetues dhe do duhet ligji përsëri të plotësohet dhe do të vijë koha kur edhe ky ligj do të pësojë ndryshime dhe do të jetë në rendite edhe në parlament. Ashtu dhe pyetja e fundit për sonde. Mirëmbrëma, jam Mahiri nga fshati Debërc. Pse jeni kundër që të jepet drejtoria që i takon zotit Shaban Jusufi nga Debërca? Nuk e di për çka konkretisht jemi kundër, por ajo që duhet të them është që ne gjatë ndarjes së koalicionimit kemi marrë, domethënë, përveç ministrive dhe zëvendës ministrave, sekretarë shtetëror, kemi edhe drejtori dhe procedura e emërimit të drejtorëve është procedurë e cila ndonjëherë është më e shkurtër, ndonjëherë është jo vetëm për drejtor, por edhe për udhëheqësa sektori kështu me radhë, është procedurë e cila zgjat mbas ligjit. Dhe shpresoj jo vetëm për këtë, por edhe për emërime tjera, kjo janë procedurat ka fundi dhe do të ndodhi. Ashtu, dhe askush nuk është kundër Shaban Jusufit, konkretisht. Mos përmendim një se. Une, me thënë, mbetet asgjë tjetër përveç se t'ju falenderoj që ishi pjesë e emisionit neutral, në rast se dëshironi diçka të shtoni urdhoni. Unë dëshiroj t'ju falenderoj për mundësinë që më dhat, jem mysafiri juaj dhe nëpërmjet emisionit neutral dhe televizionit TV2 të mund të paraqitem para shikuesve dhe të mund edhe të sqarojmë disa dilema, të sqarojmë periudhën të cilën ne jemi qeveri, të sqarojmë edhe projektet për të ardhmen. Sigurisht që në një emision nuk mund të thuajmë të gjitha dhe shpresoj që edhe nëpërmjet emisioneve tjera, por edhe mysafirëve tjerë që ju do t'i keni, do të mund të sqarojmë. Ashtu, të informohet populata me punën që ju jeni duke e bërë. Unë edhe njerë ju falenderoj që ishi pjesë emisionit debativ neutral, unë shpresoj që edhe në ta ardhmen që kemi mysafir në këtë emision. Kurse juve, teleshikues nderuar, ju falenderoj për kohën që ndatë që të jeni bashkë me emisionin debativ neutral të kësaj jave. Në gjithsesi do të takohemi edhe javën e ardhshme, kuptohet në të njëjtën kohë. Unë ju ftoj që të ndiqni reprizën e këtij emisioni, i cili është nesër me fillim në ora 16. Edhe një herë falënderoj, natën e mirë.